Qa ndodhi Arbër? Po qanë atëra me po një guri që se këshin që presidenti Osmani, kishtë dosht me aqu Donald Trumpit. I këshin thonë ju? Nuk ja këshin thonë qeveria. Pse me aqu Trumpit? Pyetja. Pyetja me një Po, qëre, ke raportim të na, do më thonë se e kishtë siguru Koci, gazetari, po, edhe e posh lajmin, edhe kur e posh datat, i shkon një ditë para se me unis me udhim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për të poshës. Po, tash nuk e di që shmenon ti, po do më thonë nuk e di a është pak një fare Çka ke interesant? Kërkesa. Jo, çka ke interesant mas pari? Mas pari, Koci, kolegu jon, e pati si informacion që ka ndodhur që kjo. Stedi që fillimisht neve na vjen informacion veç tani ti e trajton. Ka ndodhur. Sa i veç ta zën si Po, atash mund më do ke komike, dyshysh një guri, mi avon Trumpit, vjusa, po, qeveria se ka dhon. Kiç kjo do ke një var ondra, një var palidhe ke. Po, Suljedhke. Pse çu? Po, se si shkon ai var gur, do më thonë ai simbolik kështu. Edhe u dash me gjetë dobërime brenda Ministrisë të Ekonomisë. E gjetëm një herë kush se ishte një agjenci brenda Ministrisë të Ekonomisë që po merr me çka gore me çdo rrota më tash me trepë. Si me nazim. Po, dash tani kena gjetë shkresat kur vjusa i thot qeverisë që po më vjen i guri me çu dhurat në SBA ne. Nejse. Po kur doli kjo temë, tash u ndajtën në dy kategori njerëzit, edhe janë hala njerëz. Një kategori është që thot dhuratat janë të mira, janë, si më thonë, është dhuratë diplomatike, simbolike, po. Simbolike dhe diplomatike, kur ti i thunë një shtetit çone që t'jap dhuratë, unë ty të kom mek edhe kështu, edhe është një pjesë që thot pasuninë e Kosovës dashten me çu mjallon Grenellit me hongër bashk, vjosa me Grenellin. Që të lindi ideja hina me këqyr oqean qysh shtetet japin dhurata njëna tjetrës. E kum ditë edhe kur im koni vogël, bëse e dina shikus, që statun e lirisë që ndodhet në SBA, ja ka dhonë Franca dhurat SBA-s. Tani hina lypa dhe dhurata tjera. Ishtë një parë dhurata, një parë shpata e artë për qujke, që ja ka dhonë Arabia Saudite SBA-s pashtë. E kishë dhurata, nëse nuk ka bëjnë Norvegjia, pi bëjke dhuratë Britanisë të madhe, gjdo vitri ka një bredhë pja që e ke. Do me thonë, ishtë një farë në diplomaci, një farë shkëmbimi dhurata. Po, ta mën si shuk. Po, si shuk, po, që ndikon në diplomaci, është një takim i malë, ajo ndikon në këtë. Ibrahim Rugova ka pas bërë që të po, e di si ka shumë gjithë më dhurata. Po, mirë, po, këta Ministria Ekonomisë këshin thonë na ke lajmëru volë. Okej, do më thonë se unë e posh pak se e këshin komentu si ta, përsa ta të pyta, a menën që jo vonë. Se do më thonë unë menëj, që si farsen, edhe ma heret. Unë menëj se do më thonë kur kisë si dhurata, si takime, për shamë me Donald Trumpin, ty ku me ditë kur ka me tra me u taku prapë. Për shambull, po, unë menëj, do më thonë, që tu të më shkel ka pak e procedurat ka në hera, kështu jo në këtë kuptimi, do më thonë, me shkel komplet ligjit e si farsen. Në tu da që na i shkel procedura Trumpi, hin në i merë e merë të rejtë komplet. Ka fjem njerë guri. Qështja do më thonë është... Se banali është do vëllo që një guri më rekam mëre. Për që ta po thonë? Për një sahatë do është me kryat procedurë. Nëse kërkesa është bo për shumë 3 mazditu, ose 4 mazditu, më nëjë si ti mund është me nejtë mas orari, do më thonë visi me u krysë të farë procedura, edhe te ke fundit arbër, do më thonë trepsa, me cilën na krenohemi, do më thonë, flasim për të e qysh atere, që kanë sa funksionale. Po ta shingom vis një minutë, a du të mi pas do gurë dikun, do më thonë, a du të më kanë do dhurata dikun, që do më thonë nëse bëhet një diska emergjente, që nesër vjen Trumpi këtu, ti apet po do me më thonë, shembullim të marë, ti po thu, më falë po e këndi bo kërkesën pak vonë, më është po më interesën sa i nuk na veta, i thanë nesër në 8 mëngjesi më në këtu. Ose vis vjen, nështë da vështë do të kesh në Shqipnije se be këta i rrugën. Ja, në përpesoj o qanë kjo ma shumë ka qenë ndikimi i raporteve që janë nisën me u prishë ndërmjet Kurtit edhe Osmanit, edhe kur prishën raportet, a i sta e pas. Që kjo është ma e kjesë, do më thonë që i natët personalit e këtyne dëve, tash ndikojnë në jetën tonë qytetare, do më thonë ndikojnë në diplomacinë e shtetit, pse do më thonë se këta dy i kanë shti therat me zvete dhe nuk po bojnë, adin, ta mund sigur fmi pak do farësjelje. Okej, na përsajk na përgatit edhe një video, kështu se ta ndjekim ato, e ju ekipa, hajtë një anena, mas neve, edhe janisim emisionit që shduhet. Hajde, Ado.
Në 18 vjetorin shpalljes së pavarësisë së Kosovës ka ndodhur një ngjarje pazakont në mes dy institucioneve më të larta shtetërore. Presidenca dhe qeveria nuk kanë mundur të pajtohen rreth durimit të një guri të Trepçës për presidentin Donald Trump. Ministria e Ekonomisë ka refuzuar t'ia jep presidencës një gur të ndërmarrjes Trepça, të cilën presidentja Vjosa Osmani kishte planifikuar t'ia dhuronte presidentit të SBA-s Donald Trump në ceremoninë e inaugurimit të Bordit të Paqes. Sipas burimeve të Gazetës Nacionale, me 17 shkurt, një ditë para se presidentja Osmani të niset për në Washington, presidenca i kishte shkruar Muzeut të Kosovës për mundësinë e dhurimit të një guri të Trepçës. Për dhurimin e një guri të tillë, muzeu kishte kërkuar aprovimin e Ministrisë së Ekonomisë. Më pas, presidenca ju kishte drejtuar Ministrisë së Artane Rizvanollit. Në kërkesën e presidencës tregohen arsyet se pse po kërkohet durimi i këtij guri. Në funksionim të realizimit të nevojave shtetërore dhe duke u bazuar në interesin publik, ju drejtohemi me këtë kërkesë për të shqyrtuar mundësinë e dhënies në pronësi të një guri mineral nga ndërmarrja Trepça për qëllime shtetërore. Të bashkangjitur keni në fotografi. Ky gur mineral do të shërbej ekskluzivisht për përmbushjen e nevojave protokollore, duke ju falendëruar paraprakisht për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin tuaj, mbetemi në pritje të përgjigjes suaj. Përveç kësaj, Gazeta Nacionale ka siguruar edhe fotografinë e gurit që ka kërkuar presidenca. Por si duket, arsyet e presidencës nuk e kishin bindur Ministrinë e Ekonomisë për dhënien e një guri të tillë. Drejtori i Departamentit të Minjerave, Skënder Sallaj, ishte përgjigjur presidencës duke thënë se nuk mund të realizohet kërkesa e tyre. Të nderuar, bazuar në kohën e shkurtër për të ndërmarrë hapat ligjor për realizimin e kësaj çështje, ju kërkojmë mirëkuptim për pamundësinë e realizimit të kësaj kërkese. Duke ju kërkuar mirëkuptim, ju shpreh gatishmërinë për bashkëpunim në të ardhmen. Pra si duket, refuzimi i kësaj kërkese ka reflektuar raportet e ftohta të presidentes Vjosa Osmani dhe kryeministrit Albin Kurti. Ftoja këtyre raporteve kulmoi edhe javën e kaluar, kur lëvizja vetëvendosje nuk e kishte propozuar Vjosa Osmanin për presidente. Por kjo e fundit para disa ditëve ka drejtuar kritika të ashpra ndaj kryeministrit Albin Kurti. Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit të 7 dhe të Gazetës Nacionale. Jeni me episodin e 11 të emisionit POV Nacionale. Këtë emision e fillua me storjen paraprake ku një gur u bë problem ndërmjet presidentës Vjosa Osmani dhe qeverisë së Kosovës. Kjo storja si mujtë me pa këta qa bujna para emisionit, do më thonë nej kafës atë, nej lafë paka shumë. Po du me vazhdu pak me qëtë storje për me qenë korrekt deri në fund. Ministria e Ekonomisë i ka reagu Gazetës Nacionale për këtë artikull dhe për këtë video, që qa shkru në reagimin e Ministrisë të Ekonomisë. Ministria e Ekonomisë reagon dhe raportimit e njanshëm të publikuar nga Gazeta Nacionale të datës 11/03/2026, lidhur me pretendimet për refuzimin e kërkesës për dhurimin e një minerali, kristali, nga Muzeu Shtetëror Mineral dhe Kristaleve Trepça. Ministria e Ekonomisë thekson se kërkesa nga zyra e presidencës për dhurimin e kristalit është pranuar me 16 shkurt 2026, përkatësisht një ditë para udhëtimit zyrtar të presidentës së Republikës së Kosovës. Zyrtarët përgjegjës e kanë trajtuar me urgjencë kërkesën e zyrës së presidencës, por për shkak të procedurave ligjore dhe administrative, koha ka qenë e pamjaftueshme dhe për të përmbushur kërkesën. Çështja po Ministria e Ekonomisë. Të mos konfirmon këtë artikullin në videon tur, veç thotë s'kemi pas kohë. Na çfarë thonë ana? Kjo po thotë njansme, çyshë njansme, domethënë po më kishit me komentetar, por se kesh të i lexu, ja ka shkruar njëri. Natën kisha shku në minjere, kisha marrë e ja kisha pru në presidencë. Lemi rrugë lizore, Allah hile mës në lëdhni. Njëne ju ka shkruj, do më thonë, që ku kesë kjo, pret. Me lezu dikush thujnë ku për në viku ka kjo ministri e hajtë. Një gurit të në kjo procedur, kërkesa nuk ka konë me shku me nëzirë një tozë, për në një që e keni nëzirë, i ka shoh pak, sështë që i këtyri
Kohë plot komente që i thojnë 25 herë është thyer kushtetut nga ju. Ja, ka përmen shkelet kushtetuese e mek Asitona bre, Niguri. Aja që është interesante që janë është që në artikullin që kemi. Qëre ma e mira është arbër, do më thonë pëmpëlsejnë edhe këta si kanë komentu e se kanë kuptu. Do më thonë se Ministria ka menua din që ketë kanë me hikë, do më thonë, gazeta e Serbisa ne kënej si gjithmonë. Tash, do më thonë, kanë hi njerës edhe kanë thonë këtu, do më thonë, gazeta ka raportu realitetin, nuk ja këni thonë. S'keni pas vak, s'keni pas, do më thonë, vak mi adhon gurin. Do më thonë, e kanë kuptu si raportimi është drejt, ta nuk e kanë... Edhe në raportimi. Në raportim është kërkesa e presidentit Osmani, edhe është përgjigja e ministrisë. Përgjigja e ministrisë është pro kjo, që vonë e ke që kërkesën dhe procedurat ligjore nuk na e mundsojnë. Edhe shpresojmë që në të ardhmen do të bashkëpunojmë. Qështu Ministrisë të ekonomisë çon ky reagim. Ky reagim është gjybertetimi i artikullit. Po s'ko lidhje, domethënë nuk ka premtu koha, na ka met trompi pa dhurat. Nëse kjo tragjikomi kjo çan nuk e kisha vazhdu matutje, e kisha vazhdu me historien e radhës, gazetari jon Burim Paculli më në fund e ka takuar ministrin e linjës për cilën e raporton burimi, pra ministrin e infrastrukturës Dimal Bosha, cilin e ka mojt përgjegjë Dimal Boshën, në thonë që she posh storën, burimi e ka po një njoftim që Dimal Bosha është iftum në radio-televizionin Dugazinit, Ermal Panduri, edhe s'ka bon burimi qohet prej kafës ku kishtë qenë me të fejurën e vetë, edhe shkon edhe pret Dimalin. Ta ndjekim bashkë storën. Ministër, si e? A je mirë? A pritën një pytje të shpejt me mu përgjigjë. A munësh se ma ke bu blok edhe në Facebook. A ma ik blokin të lukna? Po se dhja... Ngomni, dola me një dejt, do me thonë, me të fejumën, e posh që sonte Dimal Bosha është në Dugagjen, Ermal Panduri e dini. Sa storjet me interes publik nuk është përgjigjë, as me shkrem, as në telefon, plus ma ka bo blok në Facebook, me ma bo të pa mundër me pasu në qasje në postimet e ti rreth infrastrukturës dhe qështjeve normalisht me interes publik. Që kena me bo qëtashtina, kena me shku me ja bu që ato pytjet që më ka met pa përgjigjë rreth storjeve në Valjak, a i muri që është bus Champions, numër 2, cila ke, po, hera e tret ke, do me thonë djetë që shkova te ai segmenti rrugor krejtësisht i dëmtum në rrugën Shtime Caralev. As këto nuk është përgjigj, kështu që po shkojna që tashti po presim të zyret e Dugagjinit apo na përgjigjet nëse mujna me nëzona të, hajde? Jena para hyrjes Dugagjinit njerës, jena të e prit Dimalin tashti, ora është 8, a është 8 zamër? Ora është 8, rreth orës 8:15, më thënë që vjen, kështu që po e presën që të, po e vnej dhe kapuqen, se mundet me mnjoft, me gjetë në i farë hyrje klandestine, dika tjetër për me më shmangë. Hej, mos harroni, qka do që të ndollë, do me thonë. Unë jam që të për shkak se që kjo mundsohet për i sponsorave të mi. Posta Izi edhe Delta Group 21 pika të pompave në krejt Kosovën edhe top kualitet nafta dhe benzina e Posta Izi super customer service, super shpejtësi ndërgesa. Hajde. Ministër, si e? A je mirë? A pritën një pytje të shpejt me mu përgjigjë. A munësh se ma ke bu blok edhe në Facebook? Apo nalesh vesh një minut, lutë. Më tha dikush për sëri, po jam për intervistë këtë, munësh me ngu intervistën. Që konaj përgjigjës se Po kom pytje tjera unë ekstra që sën t'i bënë. Po ekstra po ti do të me shkru email ministrisë. I kum shkru s'piktheni, rruga Caralev Shtime, është një segment rrugor aty apokaliptik, do me thonë, u sham krejtësisht. Po, në stres, po du e vërtet. Në shumë mirë sjellje. A munësh me na jep një plan, a jeni familiarizu me qatë situatën aty edhe kur mundi me intervenu, me kryse ko vjetë, do me thonë që 5 herë po shkoj aty edhe vazhdimisht po marrë premtime dhe asë njerë s'po ka hopa konkret. Po Kosova ka probleme gjithandej me infrastrukturën. Edhe Caraleva është një për tyne, edhe është duke u adresu. Edhe me dekretimin e ligjit për buxhet, procedurat hecin për para. Për sa ko, ju duhet këto, a keni një farë plani dinamik? Po, plani dinamik është kështu, është
kërkesa ime e administratës që me bo me procedurat më të shpejta të mundshme. Për shkak se janë 3 probleme aty. E para, e ke po gjysma e trupit të rrugës veç ka shqit, edhe aty rrezikohet me u mbyll atë folën. Mbyllet këtë rruga. Tash Edhe aksidente po ka vazhdimisht aty. Problemi i parë është që mundet më na hub këtë trupi rrugës edhe si kosto na kushton 10 vjet më shumë për me ndërtu. E dyta, që të ta shpjegoj, vish për t'i kallëzoj arsyet. E dyta, e ndërpret komplet komunikimin, qarkullimin automjet edhe të njerëzve në të dy anë. Edhe e treta është që kosto. Kështu, une jam marrë me ato, aty ka projekt fatmirësisht, por pa pos buxhet, ti s'mundesh me inicu procedurat, shteti o procedurë. Minutin që është bot dekretimi i ligjit, edhe bot lirimi i fundeve, me automatizëm fillon edhe une kom urdhru administratën me i përdor se prokurimi zgjedh aty. Po më kom thonë, merrni parasysh këto 3 arsye, që është jashtëzakonisht e rëndësishme, përmes këtyre 3-jave ju vendosni cila procedurë më e mira. Po që kjo kërkon ndërhyrje emergjente. Kjo është një tjetër klin. Ai të trajtu me emergjencë, domethënë. E kit punën voljak, ai je i familiarizuar me atë murin që është turo, domethënë. Po, edhe për ato jemi të humor, po çështja e Caralevës, unë mendoj që procedurat janë edhe po besoj që shumë shpejt kanë fillu prokurimi për me bo procedurën më të shpejt. Ata e zgjedhin, unë s'moj si minister, po një kom thonë arsyet edhe fotografitë, se unë kom dollë Terani, kom bërë fotografitë. Apo, okej, normal, ama unë s'u ndalë për se cilën grup, që është në për Kosovë më të kalëzu tyje. Vërtet, veç aty këto bën me në prononcu në jarë, se e ke posa me... Po, vështë me bo me shkrem. Po edhe kur po i bëj me shkrem s'po i kthani ministër, tash s'po di kush punon aty. Veç kuptam që në ton ditën jam kon Tiransët. Pe terren shkova edhe tash ti në mision. Blok pse ma bune? Për pes nuk e di që ta kom po blok, se unë as kom pos komunikim asnjëherë me ty. Po jo, dhe ata që di, ama ik bllokin të lutna. Po se di ka blok, s'po di që kom po blok këna. A e ki telefonin? A hekom bashk? Jo, e hekom. Una a kena pos në herë në është një raport. Po jo, ata që dit çap se më ma bo blog. Se di për bez. Po veç po du më thonë që na s'kena pos kur një komunikim për pora që më të blokon ty. Është kena më të mojë përgjes pra për çështjen voljake. Qëre, ti së mon përgjes qeveria, se une, po publiku, po une si baj pun për shkak, po veç une si baj pun për shkak te, une baj për shkak se kam përgjesi para publikut. Pikërisht, edhe one jam shërbim publik. Po më stuj ti, unë ju moj përgjes, se ti së mërë shumë përgjes. Po une të moj përgjes në shërbim të interesit publik. Qysh të funksionon? Ja, ti media, që e bën punën Uralidhse, unë ankesën e bitet e, edhe mas ne jo ne kom që... Ama ankesa ato një kam para se me orte, ato kanë ordhë. Veç se adresimin, unë du të me bo, edhe unë s'moj me dollë për si cilin problem Kosovë, edhe mu prononcu për si cilin medium. E vërtet, edhe aty ki drejt. Po, normal. Por, kjo është duke o adresu, edhe unë menaj që shumë shpejt kanë me dollë. Vish kuptoje që s'ka pos as buxhet. Shteti su një fillon as procedurat, o do është me prit presidentën ditën e 7 kur bot dekretimi i ligjit, pastaj janë liru fundet, pastaj prokurimi mund me fillu me procedura. Se pa po zote mjetëve nuk mund me fillu. E vërtet. Ministër të falenderoj shumë. Rënëfsh. Kalofsh sa ma mirë fonde. Hej, qikaq prej meje, pa du ministrin ma më fonde, nalëm, se dike pëse më ka po blok garantja ka fut dikush tjetër jamon rrjetet sociale dikush tjetër me gjose, për një me u do këshëm i sinqert në raport me ato që nuk e ka dit që më ka blok, nejse. Qëre, e keqja ma e madhe këto është që së ne mërëm një datë, me na thonë për shambull, më rana qësoj periude kohore kryhët, a vedin nuk e morëm që ato as për Voljak, as për Caralev, qika që maksimumi që ka mujta me boke me në zonë ministrin këto, se më të jëm të e menu. Okej, Arber, ma se veç e pam do më thonë që ka ndodhë edhe për çka e pyti, me zilë se e pyti edhe për blokin që ka pas në rrjetet sociale prej ministrit Dimal Basha. Dimali pak u mënej kemi të regu burimi që dhe mek nuk u manë të mu përgjetë, se burimi u mënej kemi aspigu që jo më ta unë puna unë shkoj e marra ankesën të qytetarë. Qa është ironia, Oqan, se Dimal Basha e shtuhimi një emision televiziv, të një gazetar, edhe i thiki këti gazetarit, po ti mu nuk më përgjez. Mi thonë, Asërmal Panduri, ti nuk më përgjez, po ti media është ndërlidha ndërme qytetarit edhe pushtetit. Do më thonë është zoni i qytetarëve, që nuk mujnë çdo ditë në artë ti me thonë, o minister, adi me të njëk, se i arrestani, adi më thonë, këtë dhe mu. Po. Bërim pasollë në kom mekanizma me të mojtë përgjez me të shumë bërgë, po kërkesat e qytetarëve ata kam punë, qytetarëve mundet më konë farmacist, mundet më konë bëjk,
Ai I shkruan burimi vjet një këtyre. Çështja është për me kuptu mirë edhe opinioni. Domethënë media nuk e mban përgjegjës në kuptimin literal të fjalës një ministër ose një zyrtar publik. Por marrim shembull në spitalin e Ferizaj, domethënë është në gjendje të tmerrshme, edhe çato pamje neve na qojnë mjekët, për shembull, të cilët nuk mujnë me uqu personalisht me shku te industria Arben Vitia. Jo më mujnë edhe mu friksu për vendet tyne të punës dhe më thonë e rrezikojnë. Kështu që bëhen sinjalizus, I dërgojnë pamjet edhe thojnë hej gazetar apo vjen, edhe këshyre vetë gjendjen faktike. Ti hinë që aty e shet gjendjen faktike, e shet si të më thonë spitali është merë, shembull për e marë, edhe ti shkane njek Arben Vitin. Që kjerë është të më thonë për me respektu edhe Dimal Bashës, po edhe opinioni... Sigur se në rastin konkret, sepse burimi me Dimal Bashën po diskutonin për një rrugë diçka në Caralev. E burimi ka qenë për në Caralev edhe hallet e qytetarëve I ka përmbledh me një storje që juftoj ta ndjekim. Apo ju kujtohet që kjo storje me 25 shkurt? Kjo kosh hera port, unë javë, 2 javë, jave të kësosën kur rapur, pa dilen rest e rrugën. Kjo turposh për Kosovës, turposh. Ku na kena bondishe që të rrugën shtu që? 3 kjera na kanë bondishe që të rrugën, morëm jorë. Për herë të parë këto reportajën e pare ku mbo me 5 janar, që kësire një që ka ndodhë? Qëre, mropa, qëre që ndodhe? Shumë në gjendje kritike jena, ketë fshoti. Shka me bo nuk po digna as vetë. Në atën kush ka me në migrat 30 në orë, shtë në letë. Me ka 4-50 tu, gjuhët në rejkë më njerë. Këre herën e fundit tash, kur folja me përgjithësin nga Departamenti Infrastrukturës në kuadër të Ministrisë Infrastrukturës, këqëre një që ka në tha? Me intervenu, mbaret për prokurimit, une procedurën e prokurimit e kom të gashme me inicu qysh sot. Edhe do të kërkoj për tyne që me inicu procedurën me procedurat negociume që mrena 10 dite kur ta inicoj mu nërshu kontrata dhe me dalë kompania me punu. Do me thonë, ka thonë, mrena 10 dite kom me inicu procedurat e prokurimit publike edhe eventualisht kanë me dalë me punu. Në erdhëm këto 2 javë ma vonë, qërë një gjendja vazhdon me qenë e njejtë. Këto normalisht është përketësu, veç është bo ma keq, përveç tyne sinjalistika nuk ka logistik në teren, nuk ka njerës që po punojnë këto, nuk ka kompani të kontraktume që është të punu në rehabilitimin edhe sanimin e këti segmenti rrugor, vazhdojnë veturat me kalu kënej me u rreziku. Hajde tashti e thirëm për e Gjosmanajnë nga Departamenti Infrastrukturës Rrugore të këshirëm qka ka me na thonë. Brenda 10 dite ka thonë që ka me inicu procedurat e prokurimit edhe ka me dollë këto kompania kontraktuse me fillu punën. Në sot dit jena 2 javë ma vonë edhe gjendja është e njejtë. Hej, ndërkohë deri sot hen lidhje mos harroni keq të operimet e mia në tereni mundson posta easy, super customer service edhe super delivery edhe shpejtësi në dërgesa. Në 2 është Delta Group. Rjeti I pompave me 21 pika në krejt Kosovën, top kualitet derivatet. S'po përgjigjet. Okej, në Caralev ka qenë do më thonë edhe që kjo storja e parë, ka qenë edhe storja e dytë, ka qenë që kjo me Gurthys, që kishin bo tepër të lovi, do më thonë në Caralev, ishin dale banorët e një lagë atu me bloku hyrin e kamionave, shkaku I plonit edhe krejt situatës do më thonë që kishin ndodhë atu. Ta ndjekim edhe storin tjetër të burimit atje. Pasha, zotin s'jo, kuna I kalëzën? Kuna I kalëzën mua? Me kërshimi me tuta? mare, se nuk kohë. U kërë I Naser. O bursim të typë kur gjo. Ka dhe në onën që t'jep Vjen aj, edhe mirë në vesh me ta. Vishim të një gjithë putë për kësenja. Deshta një pytje, kemi një protest në fshatin Caralev për shkak të pluhurit të Gurthysve. I kum thonë po kur, nesër në ora 1, do me thonë djem ka shkru për sët. Okej, a dilni krejt fshati ja kum bo. Po në ashti krejt jo, po 3 ose 40 vetë.
patëm edhe sot, po na shpërndajti policia. Hajde shkojna bashkaresht në Caraleve këshyrëm qëtë problematik me pluhën. Ndërkohë, unë jam të e mush rezervarin të Delta Group, 21 pika në krejt Kosovën, super kualitet në naftë edhe në derivate, ku do që e shini Delta Group nalën e patut me mush me furnizu veturën. Që kjo është pluni, do me thonë, që shkaktohet prej kamionëve të gurthysi, të njoni prej gurthysve. Parësia është që këta nuk janë të interesuar me mirëmbajtje këtë rrugë, janë të interesuar me punu pa ushall që shpunojnë që 20 vjetë. Okej, sa është sfiduse për juve me jetu këtë në qëtë pluhën që tashti po e shoh gjendje ko ka ma e qetë, mirë po sigur të hove kur ka qarkullim të madh. Ose e njoftu për shkak që o bloku rruga, mund me ndodhi kanë ndalë. Ose e njoftu edhe që i një ardhë. Okej. Këto sene i kanë bo edhe për ata. Është pak ma e qetë, se me ardhë urve tjera është gjithë është pluhën. Na jem që 20 vjetë që të gjendje qëto. E ju jetonin këto shtëpijat afër, do me thonë këto, në rrëthin edhe sa është qysh janë kushtet me këtë pluhën, me këtë pluhën, pishe edhe vetë farë gjendje jem. Jem leta ti pas kanullë. Ta shko të cila du shpi, mund është me shkru në gjam pe pluhënit. Me bo një shkrem ku dush dikon, me një tavolinë, nëse ka dikon mund është me bo qëfar dush, vizatimi pe pluhënit, për 5 minuta e fshin aty bon pluhënit. A keni tentu me folë pse ka orë deri të qia gjendje mas pari? A keni tentu me folë me gurthysen, ishin 2 gurthys atje? Po, 2 gurthys, pe 2 gurthys dhe këna bisedu, i këna dhonë ku 7 dit, për me marrë mosat, me bon. Na nuk po dojnë dishka mrekulli këtu, po dojnë a vetë me pastru, me minë boj, që shdojt, pluhën nuk po dojnë. Ata po thojnë qka me bon ju, na su një mësojnë a qka me bon. Janë mundësi, ta shka ndalë makinerit të mira, mujnë me pastru, mujnë me bon shtësen, 7 dit i këna dhonë afat, mërëna 7 dite nuk ka morë njëri gurthys, i ka morë do mosa, deri dikun na ka premtu që dishka ko me bon, halo ma pëshom, këtë tjetëri nuk ka morë asë një mos për me ndalu pluhnin. A i një taku me ta? Protesta e tretë është sot, e para u moj 30 minuta, e dyta u moj 3 orë, sot është thonë. Protestat i kena lajmëru në polici, në komun, këto janë. A keni kontaktu me institucionet përgjithse? Po, sot jena shku në komun, nuk na kanë marë parasysh. Shkoni në njërë, kështu mbëllni letrën e kështu ato senin, shku këna thirin inspektor, gjithë herë. Komuna e kanë arsuetim gjoja që këta nuk marrin as leje në komunë për me punu pas një pëlqim, as një kur gjeqë marrin direkt për ministrisë. Sa orë do një me qëndru këto deri... Sot mujë. Deri të vinë ata shefat e këtyne gurthyshve. Ku janë, a i në taku me shefat? Jo, ja i kana lajmë... Vesh ditën e parë. Qa kanë thonë? Kushtet i këna dhonë ku 7 dit. Edhe shpresë e këtyne është që na jemi anku ka njëherë me do në ministrije, me do Facebook, me do më thëtash, edhe shpresë e tyne është që na po dërzohemi. Qysh kena vepru gjithë, një ankes, 2 ankes, a i na dërzu, ka vazhdo puna edhe 10 vjet tjera, a më kësoj here është do më thonë marveshja e banorët të shati që mos më dërzu deri në marrjen e masave. Tash po e provojmë Naserin, përshëndetje. Si je Naser, si kalon, a je mirë? Mirë, faleminderit. Unë jam bërëm bacolin falë nëse po të pengoj, jam gazetar. Po e di, koni, për ty. Naser, arsyeja pse telefonova ka të bëj me këtë gurthysin këto ku qytetarët këto thonë që jeni përgjithës, këta e kam... Po. Bore, më falë që po ndërbrej, po që unë jem të orë të gurthysi. Apo? E përgjes që kryesori gurthysi që në të pritata të Saralevës, a i drejtori shko për minjeve sone, veç se punëtor, kur që më shumë sjo. Apo, okej, ako me orë në i përfaqësus këto të protesta se e kam bloku rrugën këto qytetarët. Që jem të orë, aty jem të orë drejtori, unë që ta shka jem. Okej, faleminderit shumë. Okej, hajde të më tonë. Okej, rruga është e blokume aktualisht. Qytetarët e Caralevës të kësaj lagje që prekëm prej gurthysve dhe plunit thë e kam bloku, nuk ka qarkullim të mjetëve, i kam vendos ato gomat edhe shenjzimet. Na jena të e prit aktualisht, jena të i prit përgjithësit e gurthysit që një vetur aty. A me këto kom folja? Okej. Kjo është përgjithësit, do me thonë. Okej.
A shika? Pra një ty në këshive, po të kalzoj kreve. Si? Më falë, ti me ty s'kam punas, me ty si shkam fotografon kur gjë. Ja, jena të gjiruna. Na i kena thjesht ta me me ty jena morë prom, lajmëroj këshinë dhe krejt 2 vetë 3, ku jeni ju djem, me ardha i farë djali, drejtojnë, e keni lip drejtojnë, po du me ofru me bolla faqu me to, jo me mu. Se unë jem vish punëtori, ku më ka zodha. Jeni të e prit 2-3, jo krejt. E pse jo krejt? E pse ku i di unë Se jam veç 2-3, se me qëta kem punë. Me qëta kem punë, jo me ju. Me kom ki punë. A kim me mu personalisht mu? Jo, më rëbor të jasë, nuk e di ku shkjo, nuk e të thonë ki kur gjë. Pasha Pasha, zotin s'njo. Kuna i kalzën? Kuna i kalzën mua? Me kërsimi me tuta? U kryj. Ti më thonë kur dalë në bekujt që e përvuj. E përvuj kur nuk jeda më përlo. Se jeda më përlo, po jem të u kalzu realitet. Po se jeda më përlo, ne jeda më u kalzu që shumë. Jo, për nej. Jo, o Naser. O me, na që 4 vjetë që kanë kalzu në gjami 5 vjetë. O Naser, na le pluni, mere stërpike, nuk ta lol me rrugën, që 4 vjetë me bush në përgjegja si herë, nuk dole. Sot, o mas heni për i zotit të i thonë, mas heni, se na mëtë, po dojnë me ronë belo, mas heni bre borë, një dit nuk bot, unë ja paguj një dit, dhe të vjen kërëshuar. Po, ti ata, mu morë me marvejë a ditën e mirë, a ti ka zënë venet punët e veta, jo të juve të ditën. Nëse ka o shefja i drejtori kryesor, këta ne të rinë qëto, këta ne të formojnë një këshill për 4 vete, po him një të bura shto. Ne të vjenë një të bura, edhe të këshimi fjallët e shefit kryesor shapën a thesh. Bura ne të rinë qëto. Qëto jem të lyftu. Qashtë, bura të gjo. Jo me ardhë me mi thonë një unë të takoj, unë të takoj. Se s'ka ndodhë kjo të i qëta. Sot 15 ditë është kjo vrejtje shulla. Se s'ka ndodhë që kjo që pe lyp në ju tashtë. O bursim të lyp kur gjë. Ka dhe në unë të lyp në kryna se. Lyp takim, se s'lypi takimin të i sot. Vjen aj, edhe mirë unë avesh me ta. Kush po shkari? Se s'lypi të takimin 15 ditë. Kush po shkari 4 vete? Vite më në firme në serë 15 ditë. Shkari 4 vete. Po s'me prunë që të gjendje. O në gjavi që më keni gjithë butë boksenja? Avi që më du me folë me juve boksenja? Moni se nuk vënë është orë. Që unë ata e rhajde, unë e tjeve e pasë qëreme. Okej, do me thonë që ta shte drejtori përgjithësi i gurthysit, po lyp takim, janë të e zgjedh bashkëfshatarët të një këshill prej 4 personave, ka kërku me u taku me 4 persona, po shkojnë me u taku, nuk po dojnë prezent të kamerave, ndërkohë na po presim këto, të rruga mbetet e blokume. Hej, ndërisa vazhdojnë protesta, mos harrëni, operimin tem teren e mundësën posta easy njerëz, po ashtu, super shpejtësi ndërgesa dhe super shërbim ndaj klientit. Në munges, do me thonë, po e sheni, për shkak blokimit rrugës këto, kamionët po këshyren me gjetë rrugë alternative në drejtim me gjas nuk kalohet, andej që kënej është vazhdojnë me mbete blokume, po këthejet propa një kamionet ndërkohë përfaqësues të fshatit bashkë me përgjegjësit e gurthysit, pronarët e gurthysit janë në odë aty duke u marrë vesh me gjas. Na e banëm një marrëveshje. Okej. Ky drejtori kryesor na premtoi, tha kom në nëshku kontratë sot, tha me një firmë të Ferizajt, por me ardhë me pasru. Po për momentin nuk pi kthe përgjigje, mundet me ardhë sot. Na premtoi që nesër nuk e filloj punën, pa ardhë me pasru. Okej. Me pasru këto, edhe ku më bo kontratë, 2 herë njavë ose 1 herë njavë. Çdo pak ta prejnë këtë djali që aty nuk ja filloj punën pa me pastru. Na dolëm prej atjet me fjalë që e kanë shku kontratën me me pastru, po na nuk i premtuam kur gjë sot ditë qyshe tek, na tash po bojmë që një farë rrethi, edhe po vendosum na sot ditë me leon çështu me funksionu, që më ja dërguat i mesazhin deri në cilën ditë e ki rrugën e hapur. Okej, a më shkruani për gjithçka? Po. Okej, do më thonë, qëtu kënë që ka po burimi, unë besoj si Dim Albasha nuk ka qenë të protesta, as nuk e dija e din që ka ndodhë protesta, nëse e din, e ka morë vesh
prej burimit. Do më thonë prej qytetarëve që e kanë... Prej mediave. Po, prej media tjetër shkojnë pa tjetër. Po, normalisht. Edhe tash, kërkush nuk ka me majtë përgjec Dimal Bashën, Dimal Basha ju mban përgjec gjithve, në emision të Ermal Panduri pak e kritikoj edhe gjykatën kushtetuese. Po, tha nuk e kanë nxjerrë të aktë gjykimit që është dosht. Po, në Dimal Basha. Dimali është studius, nga ju e dini. Kanë kërishëm shkolla. Okej. O qanë edhe një sinjalizus tjetër nga Ministria e Punëve të Jashtme. Okej. Po ashtu në Gazetën Nacionale i ka dërgu disa fotografi skandaloze, ku përbuzej fotografia e presidentit Hashim Thaçi. Po është sa si ish postu. Ajo që mujna me shfas fotografit, ajo që po du me thonë është që në shtetet që kanë kulturë të institucione, kështu që kanë ndërtu shtet ma herët se na edhe që e din kuptimin e sistemit dhe të institucioneve, është një praktikë që presidentëve nuk ju thuhet as ish president, që themi ne, po i thojmë president, por është president një herë edhe ambasador. Shoku i respektit, po. Tek ne, do me thonë, për shkak të inatëve politike, që e normale inatët politike, kalohet deri aty ku përbuzet fotografia e një presidentit Kosovës, deri në këtë shkollë, po edhe në këtë temë, pra personi që e ka pa përbuzjen që punon në Ministri të Punëve të Jashtme, ka dashur me mbet anonim dhe i ka dërguar te Gazeta Nacionale dhe ne i kemi shfaqur në publik, çka ngjalli në opinionin publik, ngjalli një debat madh se si duhet trajtohen normalisht figurat publike, nesër Vjosa Osmani mund të mos jetë presidente. Nuk do të thotë mja përbuz. Normalisht. Do më thonë qëre, për me kuptu edhe qytetarët edhe ata që kanë poste publike, duhet me kuptu që ti, për shembull si arbër që e përcjell politikën, ti mundesh me pas mos përputhje dhe mos pajtime politike radikale, do më thonë me dikën. Do më thonë mundesh me pas ekstreme, ndarje ekstreme të opinioneve dhe gjithçka tjetër, ti me qenë krejt ekstremi kundërt i atina që ka thëtë ose politikanit do të me urujt një respekt institucional. Por nëse ti e fton, për shembull ti nuk pajtohesh me kënd nuk pajtohesh mas shumë ti, po më me ftu tash Donika Agrvala, që është ministri i drejtësisë. Po, edhe ti tash kur e thirr Donika Agrvalën, ti normalisht e respekton pozitën që e ka, edhe intervista zhvillohet në kuadër të pozitës që e ka. Nuk mundesh ti me thonë, unë nuk pajtona me ty edhe unë ty me mujt nuk thirrë s'tu hesa, përdin. Do të me rujt një nivel të edhe të etikës o të intelektualitetit në institucion, sa është institucion. Sta vëllin me thonë, do më thonë figura Hashim Thaçit duket, shpesher duket në opinion, që i pengon pushtetarët aktual edhe me mos prezencën e tij. Do më thonë, unë e di se kam pas mos pajtime tepër të mëdha politike, sa ka qenë në skenën politike. Zonë që janë më shëndru në praktikë. Normalisht. Më shëndru në praktikë, se nesër nuk është Vjosa Osmani presidente. Nesër mund të mos jetë Albin Kurti. Ministri Glauko Njusa, ministri i Punëve të Jashtme, nuk do të... Po edhe s'kanë me qenë, do më thonë se adin njerëz veç do të me kuptu që kjo është politika është një farë rotacioni, që të shkon kryet, adin kryet mandatet. Edhe nëse vjen për shtet nesër LDK-ja, edhe ja përbuz fotografin Glauko Njusës, Gazeta Nacionale ka me qenë e para që ka me reagime ka me normalisht, që nuk është rrugë institucionale që do të me operu. Ti pak ma herët e përmendes në shenjë respektit, dhe më thonë në vendet të huja, edhe ish presidentve ju referohen si president, e ju si ish president, ose ambasador. Edhe ambasador. Po. Tek ne, dhe më thonë e kemi tash një praktik tjetër. Për shembull, për pos që nuk dim na shta me respektu ambasadorët ose mes tonë, ndërkombëtar, që vinë dhe na ndihmojnë në plot procese, dhe më thonë një pjesë e shtetë ndërtimit komplet e Kosovës, për kontrazi i përbuzim edhe i akuzojmë e i kritikojmë. Deputetin e Lëvizjes Vetëvendosje, nuk e di atë ka ra më pa, Adnan Rustemi, dhe më thonë nga Lëvizja Vetëvendosje, ka shkru një status që t'inglën skandalëz me arë prej një deputeti, dhe më thonë është përfaqësues i popullit, i ka marrë sa 10 mira vota, edhe del edhe me pak fjalë sipas ti ambasadorët e shteteve të huaja mike, ambasadorët e vendeve mike. Po, mos shkoni, mos e shkatroni gjykatën kushtetuese, sepse po e shkatroni. Po, do më thonë, ky po aludon që këta ambasador përfaqësues të vendeve mike në Kosovë, për shembull ai gjerman, ai francez ose kushdo, po shkon në gjykatën kushtetuese dhe pyet tregon po e dëmton Vetëvendosjen ose po e shkatron gjykatën. Po shkatron gjykatën kushtetuese. Po, tash do më thonë me llogarit literalisht, do më thonë këta njerëz
që kanë punu në procesin e ndërtimit të këtij sistemi drejtësisë. Domethënë, fillimisht para se me ardh për me shkruti kushtetuta, për me pos atë ndërtesën që është në pejtën gjykatës kushtetuese, secila ndërtesë e gjykatës, që është investim deri në 80% i Bashkimit Evropian, por para se me ardh puna atë, është dosht një sistem tjetër i cili ka qenë represiv ndaj nesh, është dosht mu dhez raketat, edhe aeroplanat me bombardu këtë shtetin që po bënë represion ndaj nesh, që i në që ta shtete me të heksa për gjykata, me i heka ato, me ardhë, me investu pare për building, për ndërtesat me të ndërtu, normalisht. Ajo që rrollë thuhet, edhe ajo që rrollë përmendet, edhe njerëz nuk jenë shumë të vetëdijshëm, është që përveç infrastrukturës që ne e shohim, materialet që ta kanë drejtë gjykatin, është infrastruktura ligjore që janë shumë më rëndësishme. Normalisht. Janë disa ligje që janë shkruar në Kosovë, që janë demokratike, që janë të mira, në bazë cilat ne jetojmë, dalim të lirë, shëtisim, hojmë fiz, edhe që është dashur me ushtru disa gjyqtar, me i mojt do të trajnime, që i kanë mojt në Amerikë, në Francë, në Britani të mojt, në Gjermani, në Kinë, si kanë mojt asë në Iran. Për me kuptu... Edhe që aty në ambasadorëve të jetu për ma shkatërën gjykatën kushtetuese. Për me kuptu Adnan Rustemi, do më thonë ti nuk ju drejtohesh ambasadorëve individualisht. Do më thonë nuk ka ambasadorë i shteteve të huaja në Kosovë, që vjen me privat në Kosovë. Po, që përfaqëson emrin e tij privat. Ai e përfaqëson komplet diplomacinë e atij shtetit për i cilit vjen. Do më thonë ajo kjo është logjika më e thjeshtë. Tash kur përmendet gjyqtare krejt. Tendert, do më thonë, çdo procedurë e prokurimit që zhvillohet sot në Kosovë, janë mbajtur trajnime prej të huajve për zyrtarët e prokurimit me mësu çka është ky dokument që vjen, i shqyrton ofertat, do më thonë, e eliminon konkurrencën, edhe e shpall një fitus, cilat do të më konë kriteret, krejtojnë trajnime të shteteve të huaja, edhe qohet Adnan Rustemi, mos në e shkatëroni gjykatën. Ka njëherë, unë i kam vës 29 vjetë, po arë për kështu ka njëherë, kur po shoqë si fare zhvillimesh, po thonë a e meritojmë. Adina e meritojmë, se qërë, gjykatën me pas gjykatë të vendit tënë, është një farë që kjo është ndjenja lirisë. Unë mendoj që njerëz jenë ma mirë njës. Politikanët jenë qështu operojnë me qëse terma, njerëz... S'kena pas që si politikan. Jo s'kena pas, kohët fundit jenë. Më thonë, na do të me ditë që qëtu 5 vite, neve na ka mu shkryt lufte, kë s'pona dënë, kë këse. A e po reagimin e ambasadorit francez. Ta nuk kam koment. Po, e themi edhe një video, ta përcjellim pra videon edhe prononcimin e ambasadorit francez, një video e shkurt edhe kthejmë prapë. Some deputy of Vetvendosi are saying that ambassadors may interrupt in the work of the Constitutional Court. What do you say about that? Do you have any comment? I don't have any comment. Thank you. And not having a comment is a comment. Yes, thank you. Okej, kjo ishte paka shumë beteja në Rustimit me Francën. Kam posë në të halumë, dhe më thonë, edu që i ke njani, tash është kryeministër, të i ke më shkërën e dje ka thika në bihartë. Po, veç për një marrëveshje që është... Ama kur ti që tu ka lujt me dy karta, se po ta me ti ka lujt që tim e ka shkarku Orbër Vokrin, ka qenë zëvendës minister, për një deklaratë në gjashme, si kur në Rustemi e ka shkarku, sepse e ka thonë që ambasador të vendeve të huaja po i tolerojnë, apo i lejojnë vendet të në armike me bo bonda në veri, kështu dishka e ka shkarku. Shqiptar, e ka pos? E ka pos, ju, u konë zëvendës ministri, pushtetit lokal. Po, tash do më thonë në qëre, me nej ka nëherë që Albini e lumë në ashtë që të kartën, që sërë që ta sa i ka më në qëtun me nazim, okej, pa jo është deputeta, i ka marrë votat e veta, a marrë men lau ku kur del ke parazidhe, që të i ke, nuk mojë ne me komentu për shambull Sali Zybi, njërë, mos ma sukreve e shkjari. Adriana Mato, gabim është edhe ajo, mërë është në grupë parlamentar tonë në e të përfatësën ty. Sigur që ta ambasador... Po, nejse, më zbën me dole nejna. Qenë që janë edhe një tem e rëndësishme në 2 vite më parë, nëse nuk gabëj, për antarësim të Kosovës në Këshill të Europës. Aty ku janë kërku disa kushte për me u antarësu Kosova në... A jena antarësu atë? Nuk jena antarësu që janë. Ka qenë disa kushte fillimisht është thonë që do të me u zbatu një aktgjykim i gjykatës kushtetuese në lidhje me manastirin e Deçanit. Po, tokën e manastirit Deçanit. 24 hektar të manastirit Deçanit. Për
nuk ka qenë veç kjo kërkesë, ka qenë sepse në atë kohë Kurti është marrë vesh me fuqi në marrëveshjen e Ohrit dhe të Brukselit dhe ka qenë kusht me çu në gjykatë kushtetuese marrëveshjen e Ohrit. Më kujtohet si sot kur Gazeta Nacionale e zhvillonte një farë betejë me zëdhënësin e vetëvendosjes Arjen Mandxhuka, kur ne i thënim që këto janë kushtet që ka kërkuar Këshilli i Evropës, ai thoshte se mjafton veç me u bart 24 hektar të manastirit të Deçanit. Por, këto 24 hektar të manastirit të Deçanit, kur janë bart, ministri i Kurtit Nenad Rashić ka pretendu me një televizion se Kurti i ka thonë se për 4 tonin i kanë bart këto 24 hektar. Kjo shkakton një debat pa pom në Kosovë dhe ke një farë situatë. Me dol ministri me thonë, më ka thonë kryeministri për 4 ton 24 hektarja këmë në manastirit Deçanit, kjo veç ke dyqysh e pabesueshme. Edhe ka reaguar dhe kryetari i Deçanit, Bashkim Ramosaj, nëse nuk ka bëj, dikush prej gazetarëve. Ka qenë gazetare Besarta Hoti që ka shku në Deçan dhe ka marrë reagimin e kryetarit të Deçanit, Bashkim Ramosaj. Ta ndjekim së pari. Gjithçka pritet prej tij. Temat kur janë të rëndësisë veçantë, nuk ngatrohen. Një vepër që s'ka ndodhur ndonjëherë në Kosovë, nuk besoj që ka ndodhur asnjë shtet tjetër. Deklarata e Nenad Rashić se Kurti dha 24 hektar tokë manastirit e Deçanit për hatër të tij ngjalli reagime të shumta. Për deklaratat e Rashićit, disa fjalë ka edhe kryetari i Deçanit Bashkim Ramosaj. Si guxon me u deklaru në përfaqësues institucioneve shtetërore të Republikës Kosovës në një situatë tillë me aq po maturi. Por apriti Bashkim Ramosaj një kësi veprimi nga Kurti. Unë besoj që mundet me bo këtë lejtitje. Unë besoj që gjithçka mundet me bo, gjithçka pritet për tij. Në kontekstin e zbatimit vendimit, dhe në kontekstin që kryeministri ka zotësi me thonë dikujt që e ka bo për 4 tonin, në vendim, atëherë kjo është më tepër se shikues është një vepër që s'ka ndodhur ndonjëherë në Kosovë, nuk besoj që ka ndodhur asnjë shtet tjetër të evropian, ku kryeministri e zbaton një vendim ose bën diçka për hatër të një individi. Sipas Ramosajt, çfarë duhet të bëj Kurti pas këtij veprimi? Dhe ai ishte ngatresë deklarata e Rashićit. Shpresoj që duhet me u sqaru, edhe duhet me të funi punit Kurtit i ka hi edhe me kërku falje për këtë pjesë, qoftë edhe për hajgarën nëse ka thonë. Temat kur janë të rëndësisë veçantë, nuk ngatrohen. Mundën me ngatru do temat që janë të zakonshme, mirë po jo temat që kanë karakter të rëndësisë tepër të veçantë. Do më thonë, reagimi i kryetarit Deçanit ke pak a shumë në frymën që nuk mundesh me përvetësu të qeverinë dhe vendimet qeveritare dhe me marrë vendime në dëm të qytetarëve pa dhënë përgjegjësi publike. Tash, ideja është të qenë që ky aktgjykim i gjykatës kushtetuese ka qenë që një kohë gjatë. Edhe është ditë që herë do kur do ka me u zbatu. Nuk e ka zbatu Isa Mustafa sa ka qenë kryeministër, nuk e ka zbatu Ramush Haradinaj sa ka qenë kryeministër. Aktgjykimet e gjykatës kushtetuese është e vërtetë që janë ligjërisht të obligueshme që të zbatohen, por Kosova, qeveritë e Kosovës e kanë luajtur një farë strategjie që kur i vjen puna për me marrë na diçka prej Serbisë, ose në bisedime, ose prej Europës, ose kur do që kërkohet një hap prej Kosovës për me marrë diçka në këmbim, një themi që po ja japmi 24 hektar të manastirit Deçanit. Por Kurti këtu ka luajtur gabim se nuk i na marrë kur gjë në këmbim. Çdo do me ditë njerëz. Nuk jena antarësu në Këshillit të Evropës. Heni kërkoni në internet, a jena antarësu në Këshillit të Evropës, nuk jena antarësu. Pro dosh me prit një moment, nëse veç do të me zbaktu aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, por që është i vështirë. Unë një kartë ti po thoshin tavolinë bisedimeve, kur të vjen mas nej puna, ti me lyp diçka, ti thosh që në këmbim, unë e kalej domethënë që ata që ju blloku që sa vjet. Asnjë kryeministër s'ka guxu me zbatu. Unë guxoj, po ti dush më jap. Ramush Haradinaj s'ka guxu, se vetëvendosja ja kish koll Kosovën. Tash vetëvendosja çka kish mujt me bë, se kush dëni në një qeveri e mirëfillt, është me thonë nëse dy kryeministra janë ndru me këtë presionin ndërkombëtar, nuk kanë guxu me zbatu këtë aktgjykim, unë po guxoj,
Po gëzoj në këmbim të diçkojit. Po gëzoj free. Po ti edhe mes vendërkombëtari i thu të njëjtin send. Domethënë unë po dal po rrezikoj të pushtetit e gjithçka. Këta kanë dhënë free çan për një keq kuptim të Donika Agrovollës sepse ka menuar që po antarësohen në Këshillit të Evropës, po që nuk jemi antarësuar. Na çapo diun se e ka thonë, amo Donika tash në Ministri Drejtësisë. Ose Ministri Drejtësisë ka të reformuar. Po, tash e ka reformuar Bolena. Çrën. Përpos që kur po thu nëse e kish kalu Ramushi edhe kush tjetër edhe Isa Mustafa nëse e kish kalu këto edhe po thu vetëvendosja e kish kallë Kosovën, ka shumë tema për cilat vetëvendosja ka kallë Kosovën e masnej i ta bo vetë kur ka ardhur. Po kthehemi pak te tema e këtyre oligarkëve që e kanë çujt këto. Domethënë kanë fol vetëvendosja në opozit, kanë fol për oligark, kanë fol për monopole, domethënë edhe tash një fjalë kush ka pore, edhe është i lidh me shtet, po ashtu, ai shndrohet në oligark të pushtetit, edhe me pore i ndihmon pushtetit me vazhdu pushtetin. Po, domethënë këta kanë bërë lidhje, për shembull si financimet janë në mënyrë jo legale, gjithçka domethënë çfarë do sepse marrin tendera prej shtetit, sepse janë afërt me pushtetin. Në kështu bojnë pore edhe këta e marrin pushtetin. Domethënë me si standard vetëvendosja tashmë veç se ka kriju një oligark të ri, ka kriju vetë, domethënë jemi të folë për Exfisin, pompën kompania e derivateve, domethënë që kanë pompat derivateve gjithkund nëpër Kosovë. Berat Buzhala ka bërë raportime edhe më herët për një monopol që është kriju tek aeroporti Adem Jashari, edhe ku furnizimi me kerozin për aeroplan është bes prej Exfisit, domethënë nuk ka asnjë kompani tjetër aty që mundet me hi në konkurrencë ose me konkuru me smim. Prandaj, si pasojë së sajna, kompanitë janë të detyruar me marrë kerozin prej Exfisit, ai e shet me çfarë dëshmimi që don, edhe si pasojë e kësaj kompanitë fluturimit i rrisin çmimet e biletave për mërgjimtarë që vinte. Na mërgjimtarë që vështave turist, çka do, njerëz që udhtojnë prej këtu jashtë, edhe për këtë arsye shkak arsye pse rritën çmimet e biletave. Për këtë arsye, domethënë tani ti kur don me udhëtu dikon ti shkon në Tiranë. Domethënë sepse i del më lirë. Ta ndjekim këtë raportim të Berat Buzhalës. Këta aviona që po i shihni këtu, jo si aviona të përveçëm, jo si kompani, si aviokompani, po si biznes që ty të merë me qunë në Züricha, në Stuttgarta, në Rosenheima, që ka e në ato qytete, ose të bjenë prej atyjt këtu, kur mushën me karburant, me kerozin konkretisht, e kanë vesh një mundësi. Shteti ja u kalon vesh një derë ku ata kanë drejt me ble, në kundërshtim me ligjin. Ju e dini më konë edhe një herë ma herët unë e këtu, me bot njëjtën tem, edhe ajo ka pas nëzit edhe gjykatat edhe ka pas nëzit pa të në morë vendim ka akt gjykim gjykatës komerciale që e hull poshtë padin e limakut për autoritetin civil i cili e parashet që në aeroportin e Prishtinës du të me pas konkurencë për me ushit, sepse vetëm konkurenca e ullë çmimin e biletave. Ky pushtet votusin e vetë e i cili është në masë në diaspor, përveç tjerash, e llogarit edhe budall. Një numër dhe janë. Pse po tham kështu? Pse po i përdori këtë fjalë kaq tash pra? Sepse çmimet që ja u ka bë, që ja ka mundsu, që e toleron me i pas aeroporti i Prishtinës për fluturime janë më të lartat në Evropë. Prandaj një numër i madh i kosovarëve edhe i diasporës po përdorin aeroportin e Tiranës. Pse janë çmimet e larta, kishit më thonë ju? Çepe thjeshtësoj pak. Taksistat i rritin ratat e veta kur hyp çmimi i benzinës në pump, apo? Se ai veran ec me benzin. Këta ecin me kerozin. Çmimi i biletave përveç tjerash është më i lartë se kerozina në aeroportin e Prishtinës është më e larta, është edhe më e lartë se në Syri, është më e lartë se kudo në Evropë. E tash, ky nuk mundet me u dalë edhe me u mush në hib. As nuk mundet me u mush
dikun tjetër, ky s'del në rrugë me u mush, që tu ja kalon vesh një mundësi për me u mush. E tash, tinëzisht, ky pushtet ja pas ka vazhdu eksfisit një janar. Pra kur ju menoni që kjo qeveri po ka krizë, nuk pëllojnë me qeverisë, nuk pëllojnë me morë vendime. Këta po marrin vendime. Ja kanë vazhdu për 7 vjetë monopolin. E nuk është biznisi vetëm, nuk është qepi i vetëm, nuk është kroni i vetëm për eksfisin ky bashkëpunim me këtë pushtet aeroporti. Ky pushtet i ka dhonë të ndera milion eksfisit edhe për mazut në kek. Në anën tjetër, eksfisi është njëri për donatorëve kryesor të lëvizjes vendosje. Me letra, mani pa letra, komplet veturat e vetëvendosjes mushin karburante në pikat e pumpave të eksfisit. Një numër i madh i njerëzve shpesh më thojnë, ka prej atyne. Albin Kurti nuk është i korruptuar si këta tjerët. E vërtet, është mazi se këta tjerët. Ata tjerët ka pak jënë tut kur ka pas raportime. Kur dikush ka thonë që ky ministër është i korruptuar, jo ngut me hjek. Që kjo aferë është e madhe, jo ngut me hjek. Ky jo që nuk e hjek, jo që nuk e nol, ky double down, ky shkon 2 fish. Pra, vendimi i gjykatës komerciale që me refuzu limakun për autoritetin civil ajror, po vendim ku gjykata thot sepse është një rregull ndërkombëtare, është një praktikë ndërkombëtare. Kam raportu ma herët, mund i mi gjetë ato të ma hershmet. Një aeroport i cili ka lënë më shumë se 1 milion udhëtar në vjet, duhet me pas konkurrencë. Ky ka 3-4 milion udhëtar në vjet, është veç një kompani. E kjo nuk përbohet tinza. Kjo përbohet me letra. Përbohet me bekimin e qeverisë, sepse fitimi është i madh, është jashtëzakonisht i madh. Imagjino 3-4 milion udhëtar me udhëtu në vjet prej këtij aeroporti, çfarë qarkullimi i madh i kerozinës është. Pra, erdha edhe një herë, jo që shpresoj që kanë me ndryshu, se kur i merr paret qeveria, kur i merr paret i zoti qeverisë, mashqit e qeverisë, kur shkojnë me i mush kerret e tyne atje, e plot sene që na nuk i dim, dhe më thonë, kur na thojna që kerret e vetëvendosjes marrin benzin në eksfis, kur na thojna që eksfisi është donator me letra i lëvizjeve vetëvendosje, kjo është veç një pjesë që na e dim. A disa ka përfuni aty, që na nuk e dim, sepse qëtojnë aty fol për një abuzim që shkon 10 miliona euro. 10 miliona euro që ti qaz në mëni i pagun kur vjen këtu. Ti që e rejhat të panin edhe që thush vetëvendosja këtu, ti e pagun atë bilet. Ty ta ka qitë tarifen, sepse kryeministri llogarit që ti ki me shojt aeroportin, ti ki me shojt aviokompanin, ki me thonë këta po i mojnë shtrejt. A i llogarit në paditurin tone, a llogarit në ignorancën tone. Se a keni pa, kur dojnë me bo poena politike ky pushtet, që shthojnë pjacaktoj marjën e fitimit pumpave benzinës. Edhe shkojnë aty bojnë filma, jo ka drejt 2 cent, jo 3 cent. Që ku e ki? Monopolin të spenol, ose për shembull kur bojnë filma për atë çmimet tavan, që thojnë na noli opozita, a që opozita në gjykatë kushtetuese, tash nas po mujna mi ul çmimet. Çe uli? Ki vendim gjykate. Pra, në njënën onë bojnë filma për centa, ja sa të më konvoj, jo që kanë bona i sana nena, sepse ka plot mosa që munën mi bo, po që kjo është cullak. Ku këta kompanive këtë ja u kanë lënë vesh një mundësi me marrë kerozin. Te eksfisi, te partneri të në. Nështë avi prap mas 2 vjeta, mas 7 vjeta, po realiteti është që kjo i hidhën, se cili pej neve pagujna kur të thujna për qitujt, ose du të me pagu benzin për më shku denë Shqipni, me utu pej Tiranës dikun, e tash imagjinoje, kur ty del ma lirë Tirana, që dush me pagu benzin, ekstra, bëvakia dhe hotelin, e prap del ma lirë.
për ata me kerozin janë ka fluturujnë për atjet. Nuk pëjqesin uj aeroplano. Do më thonë, që ke paka shumë raportimi i Zotit Buzhala. Edhe pas kësajna prap pat reagim për Ministrit Dimal Pasha, i tha që kena me zhvillu një takim, po munu me hek fajnë që nuk është faj i autoritetit të aviacionit civil, dhe më thonë, në Kosovë. Po tha që kam i taku, edhe me qatë se kuptuam për statusit të Dimalit, Dimal Bashës, Zotri Ministrit, ketë një parfurme tha që tash kanë me ndëru gjërat, sepse unë jam minister, ose ka qenë Libernaliu i ka Po, tash me fajsu qërë. Gjithmonë këta me shpërndani farfaji, asë njëherë përzicijat e vetja. Do më thonë edhe në status ke jo kjo marrë me kontratën me Limakun në vitin 2010. Po, Fatmir Lima i Hashim Taz, gjithmonë ka emra tjera. Kur nuk ka autoritetin e civil, do më thonë, e kanë dorë qeveria. Po, edhe kanë mujtë me ndalë, do më thonë nëse këshim dash, nuk e kanë bo, e kanë vazhdu, eksfisi për ndryshe ka qenë donator i lëvizit vetëvendosë. Po, edhe kjo është zyrtare kështu, edhe tash, po ndokët jenë më bashku, edhe ka veri më ndokët pak. Po, edhe një veri, do më thonë, i potencial ilegalisht, do më thonë, u potencial disa pompat derivate, po nejse kjo është tani teme zonë. Po këthejem arbër, kemi shku edhe në për seansa gjyqësore këtë javë. Këtë javë ka qenë vazhdimi i seancës për 400 kg e kokainës, edhe ka qenë vendimi për grupin e policëve që u patën akuzu edhe dy shumëve tjerë që patën bo shpërthimin tek lokali Segerasa, me njëherë pas vrasjes së policit Triumfriza, për të cilin është dyshu që vrasa ka ardhur domethënë prej Enver Segerasës dhe ka gjykim për këta. Shkojna të shohim pra çka ka realizuar Riola Casaj nga sallat e gjyqit edhe kthehemi prap në emision. Nuk kanë të bëj fare me këta të akuzuar, pasi që nuk dihet kush kanë qenë të akuzuarit. Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur sot gjykim lirues për të gjithë të akuzuarit në rastin e shpërthimit në lokalin Sekiraqa. Gjaja që kishte ndodhur me 24 shtator të vitit 2007 dhe ku kishin humbur jetën 2 persona. Me vendim të gjykatës nga akuza janë liruar Bejtullah Mehmeti, Loan Qerkini, Bekim Suma, Fadil Sadiku, Arbresh Dalipi, Mehmet Mehmeti dhe Afet Dalloshi. Në emër të popullit nxjerra gjykim kundër të pandehet Bejtullah Mehmetit, Loan Qerkinit, Bekim Suma, Fadil Sadikut, Arbresh Dalipit dhe Mehmet Mehmetin, të akuzuar për shkak të vepra penale bashkëkryer vrasje rënd, vrasje në tentativë në shkaktim të rrezikut të përgjithshëm dhe akuzuari Afet Dalloshi për shkak të veprës penale në ndihmë në kryerjen e veprës penale shkaktim i rrezikut të përgjithshëm. Konform linjës 363 pa 1.1.3 lirohen nga akuza, pasi që nuk është provuar se të pa akuzuar kanë kryer veprat penale për të cilën janë akuzuar, me votë gjykata gjatë administrimit të gjitha provave nuk ka gjetur asnjë provë të drejtë për drejtën të cilën kriminal të akuzuarit në kryen e veprës penale, gjithashtu dhe provat rrethanore që thirr prokurori i shtetit nuk kanë të bëj fare me këta të akuzuar, pasi që nuk dihet kush kanë qenë të akuzuarit, nuk dihet cilat veprime konkrete kanë ndërmarrë secili pandehur, gjithashtu nuk dihen sa persona kanë qenë në momentin kur ka akuzuar se kanë kryer vepra penale. Atëherë, Riola e ka ka tentuar me përcjell edhe seancën për paraburgim të Besart Kelmendi, e pata emrin apo Gjesti, i cili është i dyshuar për 3 vepra penale, mirë po seanca ka qenë mbyllur dhe prandaj nuk kemi mujt me sjell material, po ajo që dihet është se i është caktuar mosa e paraburgimit prej 1 muaji, është i dyshuar për 3 vepra penale, për orëmbajtje pa leje, për dëmtim të pasurisë edhe për kanuzje. Po edhe është e rëndësishme domethënë për qytetarët që kanë në rastën e për gjykata, veç me ditë domethënë edhe ata që mujnë me u referu te nacionale edhe Riola Casaj në gjitha rrjetet sociale për raste që doni me i përcjell mediat, atëherë mundin me u lajmërua dhe gjithçysh një ekip ose Riola vjen edhe i ndjek këto seanca. Për me kalu tek rubrika AI. Po, rubrika AI, Arbër, tena i ke përgatitur për mdokët se ke post. Po, në fakt, pak para se me hi në xhirim e ndrova mendjen, sepse patëm planifiku diçka tjetër për të rubrika AI, mirë po ndodhi një zhvillim
Po besoj e dini, sidomos ju të rritë, se lëvizja vetëvendosje e ka një farë ushtrie online, me disa profile të grove, të reme, cilat nuk janë gro, janë bura, por që përdorin fotografi të grove, bile të disa modeleve serbe zakonisht në fotot e profilit, krye komandontja, generalja e krejt profileve të reme, e cila shpërndon propagandë, dhe përveç që shpërndon propagandë edhe denigrën njerëz, është një farë Jona Qitoku. Kjo Jona Qitoku pak para se me hy në gjirim më të regun që Facebooku e ka mbyll Facebookun e Jona Qitokut, që është shumë e rëndësishme, që po e lexoj lojmin të për ju, po thotë vetëvendosja e humb një general të madh të propagandës. Mbyllet llogaria në Facebook e të ashtë të quajtërës Jona Qitoku. Një prej profileve të rajshme që bënin gjatë gjithë kohës propagandë për vetëvendosin ishte Jona Qitoku. Madje e njëjta udhëhoqi linqimin ndaj presidentës Vjosa Osmani. Megjithatë, profili i njëjtë së fundmi është mbyllur nga Facebook, nga Meta. Si rezultat, vetëvendosja ka humbur një prej profileve që e kishte në mbështetje të propagandës. A din para shumë kush mundet më konë mbrapa? Nuk e di sigur që dikush prej pushtetit, sepse krejt kontenti që e prodhojnë, Jona Qitoku, një Sara Blakquri, një Genta, janë disa profile të grove të rave, që na kemi raportu, që një vetë raportuar. Po, keni fitu edhe smim bashkë me Zezair Dashi, më thonë prej kujtë ka sej qmimi ambasadës Britanisë të Madhe edhe prej Birnit. Do më thonë, Birnit dhe ambasada Britanisë të Madhe kanë datë smim për Arbrin edhe Xezën, Xezairin, do më thonë, që kanë raportu për qëtu profilet e rejshme, të grave të rejshme, do më thonë, që kanë postu non-stop propagandë pro pushtetit, apo? Po, propagandë pro pushtetit edhe kanë linqu dhe kanë shpërndar fake news, lojme të reme, si me thonë, çka bojnë këtu edhe kanë shumë views, shumë lojta, shumë djeks kanë, jenë në rjetë, është sigurisht në 2-3 persona, 2-3 meshkuj dishuve që janë, i ka një 20 profilet të grove, që janë me foto të modeleve, për mes tisë dhe epshin e shikuzve, dhe ta që bojnë këtu, e shpërndojnë lojmin e njëtë, si me thojnë, Eliza Spiropoli, ishtë ministrja e Edi Ramës, erdhe në Kosovë dhe i tregoj Kurtit se po i organizoj një pushë nga Vjosa Osmani, ekskluzive. Ata shte e morin e shpërndojnë në 20 vende. 20 vende me ka 30.000 followers, ajo shpërndojnë si mon kitë Kosova e shetë kontent. Edhe përveç kësoj, pastaj linqoj njerë, si me thojnë, Lumira Abdigjiku dyshuat se ka bërë këtë skandal. Çdo zo kritik që kritikojnë qeverin Kurti, këtu e morin e linqojnë, unë nuk e di, Oqan, çka është të bo prokuroria e Kosovës, çka është të bo policia e Kosovës, që me IP-ja mundet me i gjetë kush janë këta njerëz, veç duhet me alidh durt një njerit, ose 2 njerëzve, me i qumë bërgë, për këtë kërcënim, për këtë shantazh që na e bojnë, edhe me morë vesh krejt tjerë që këtu ko shtetë edhe këtu nuk mundesh me shantazhu. Qëra, do më thonë që kjo zatja, stër zatja, më adin se kjo është që një ku këzatë zatë që e bojnë zita, edhe do më thonë shantazhojnë e linqojnë gjithështu, edhe rrezikojnë jetën e njerëzve, sepse ti dush me kuptu policia du të me ditë si dikush e merë edhe seriozisht sa sertaj. Saj e qëtë për shambull fotën e Arbrit dhe e thëtë ku ka guhet nga Serbia, po qohet dikush do më thonë një dit i kërset dhe e thëtë që të Arbrit unë se kom pohone. Aja se si lajmë, sigur na që kemë redaksi që e filtrojmë lojmë, në është i vërtet ajo, për shikusin e pa informum që e she, është lajmë. Normalisht. Po, se ata nuk din me dalu, për që ta është edhe rubrika AI, që do në emision. Do më thonë, shkaku që nuk din me dalu shumë mirë pjesë. Tjetës dhe janë të fushës. Normalisht, po këtu policia nga kishtë dimu shumë edhe prokuroria, sepse ka, unë i ndimëj, edhe policisë, edhe prokurorisë. Me Xezairin zbashku kemi grumbullu, si me thonë, kemi sigur dosit prokurorisë e kemi për këtu të rame. Kënë e kanë linqu, so e kanë linqu, qka kanë thonë, narrativin e kujt janë të e përdur, bile, dyshohet që disa prej artikujve, me thonë, prej shkrimeve që këtu i kanë bon Facebook, janë të përkëthyme prej gjuhës serbe. Në kanë dimu disa gjuhëtar që njojnë gjuhën, sintaksa e të shkruarit përkon me gjuhën serbe. Në kanë thonë disa gjuhëtar shumë të zëtë, profesor doktora, që këtë kjo i kishë ndimu prokurorisë dhe policisë, për nuk e di pëse nuk po aktivizuar. Nuk kanë dërmarë asë një apë.
Arbër për fund, do më thonë për me vazhdu me intervistën e gazetarit Muhamet Koci, gazetarit e Gazetës Nacionale, bashkë me deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, do më thonë Abdullah Hotin, keni me ndjek në vazhdim intervistën e zotrit Koci dhe zotrit Hoti. Për neve, falenderit shumë që ishit me neve dhe shihemi të dielën tjetër. Kas për këtë javë, Po, falenderit. Shihemi. Pas dështimit të kuvendit për të zgjedhur presidentin e ri, duket se skena politike është dinamizuar. Derisa dy çështje janë dërguar për shqyrtim gjykatën kushtetuese, institucionet dhe partitë politike kanë filluar përgatitjet për zgjedhjet e reja. Për të diskutuar këto zhvillime sot në studio kemi ish-kryeministin e Republikës Kosovës, zotrin Abdullah Hoti, i cili është prej deputetëve më të votuar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Zotri Hoti, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën. Zotri Hoti, se që për herë të parë në histori parlamentarizmit të Kosovë, vendi po shkon drejt zgjedhjeve të reja për shkak se nuk arriti ta zgjedh presidentin. Si i keni pa këtë zhvillim? Unë besoj që nuk janë zhvillime të natyrshme. Unë besoj asëllësisht se janë kalkulime politike, i vetëm tash, po nga shkurti i vitit të kaluar. Por jetë vërtetës nga nëntori dhe dhjetori i vitit 2024, Kosova është duke funksionu pa të gjitha institucion, pra pa mbikëqyrje parlamentare të punës së qeverisë, me dy procese zgjedhore të cilat nuk prodhuan institucionet jo për shkak të ndonjë arsye objektive, po për shkak të, unë besoj, të kalkulimeve politike të partisë që doli para nga zgjedhjet e shkurtit dhe zgjedhjet e dhjetorit të vitit të kaluar. Çka flet kjo zotri Hoti, gjithë këto para që menaxhohen nga qeveria, ndërkohë në tjetër nuk kemi për sa vite nuk kemi mbikëqyrje parlamentare. Edhe gjatë kohës sa ka pas mbikëqyrje parlamentare, gjatë mandatit të rregullt të qeverisë kaluar, ju e keni pa si njëri mediave se si menaxhohet paraja publike. Për herë të parë, ndoshta në historinë e Kosovës ka pas jo qindra, po mbi 1000 më shumë të nder një burimor, që nënkupton që mënyra se si janë shpenzuar ato mjetet të buxhetit nuk është në përputhje me ligjin dhe nuk kemi duke maksimizuar vlerën që marrim nga ato shpenzime. Tash kur e di se si ka funksionuar gjatë mandatit të rregullt, lema prej dhjetorit 2024 deri më tash ku nuk ka parlament për të mbikëqyrë në mënyrë formale punën e qeverisë, vetëm gjë që po bëhet është nga mediat, cilat janë shumë të zëshme dhe normalisht nga partitë tjera opozitare, po duke mos pas mundësi që të përdoren instrumentet kushtetuese, mbikëqyrëse, parlamentare të opozitës, të komisioneve parlamentare dhe të kuvendit për të mbikëqyrë punën e qeverisë, ta zonë si vjet ngutia për të votu buxhetin e vitit 2026, një buxhet që ishte përgatitur në tetor të vitit 2025, që nuk reflekton të as përbërjen e re të qeverisë, që u votu në kuvend, që nuk reflekton të fare as objektivat e reja qeverisë, që u thanë në ekspozen kandidatit për kryeministër kur u votu, qeveria le shihet keq, le dyshime për mirë se si po menaxhohet paraja publike, dhe jo vetëm paraja publike, po komplet institucionet shtetërore të vendit. A mund të themi se kjo ishte edhe një nga arsyet me qenë se shumica parlamentare nuk e zgjedhi presidentin e ri, pra duke pasur duke i vazhduar vetit këtë kohën e mos mbikëqyrjes parlamentare? Më një qasje të tendencës vazhdueshme për të ikë normave kushtetuese për mbikëqyrje parlamentare ka pas gjithmonë nga kjo qeveri, dhe kjo sjellje nga shkurti i vitit 2025 këndej është mos e qartë, zonë insistimi me 50 seancë në mënyrë jo kushtetuese për të imponuar një kandidat, tash ngutia për të zgjedhur qeverinë e për të miratuar buxhetin e marrëveshjeve ndërkombëtare, ndërkohë që do duhet të ishte filluar më njëherë ditën e parë të kuvendit. Do ishte dash të nisi negociatat për zgjedhjen e presidentit të ri.
gatishmëria nga ana e opozitës, jo vetëm e LDK-s, po gjithë opozitës që tulemi së bashku dhe të shkojmë drejt një marrëveshje konsensuale për këto, tregon që më kanë qenë pjesë të kalkulimeve politike, pra nuk është rezultat i dinamikave politike dhe pamundësisë për të arritur marrëveshje, jo, është kalkulim i qartë politik. Pra, në situatën aktuale kishte mundësi për një president konsensual të zgjidhej, siç ka qenë edhe më herët. Po, absolutisht po. Unë mendoj që gjatë gjithë kohës sa është bisedu në mes partive politike parlamentare për gjetë një konsenzus të tillë është lujt një lojë e mbrapsht prapakrave e Kurtit. Me qenë se edhe zotri Kurti i fajcoi edhe partitë opozitore pas këtyre takime, me qenë se i vlerësoi si konstruktive, ai tha se ata nuk deshen. Kjo a mendoni se ishte vetëm si pretekst për t'ia hedhur fojnë edhe partive opozitore? Unë besoj që sërish po mundohet edhe si vjet të sillet politikisht ashtu që të mbetet në një farë mënyrë faje tek opozita për mos konstituimin e gjitha institucioneve të vendit, këtë rast zgjedhjen e presidentit. Në vitin 2025 në një mas arriti që të krijojë një narrativ të caktuar që sikur opozita i ka fajt sepse ai kishte numra të pjesën më të madhe të ulseve në kuvend, ndërkohë që si vjet e ka shumicën absolute, mbi 50% të ulseve në kuvend, dhe ishte natyrshme, duke pa dhe gatishmërinë e partive të opozitës, ishte natyrshme që një marrëveshje të arrihej për një kandidat konsensual. A mendoni se do të jetë i suksesshëm edhe si vjet që të fojnë t'ja hedh opozitës? Nuk besoj. Tash mendoj që është situatë tjetër, ndoshta kemi qenë edhe ne pak më aktiv, mandej ka pas zhvillime tash ditëve të fundit që vetë i kanë shpërfaq në opinion marrëzit edhe lojrat politike që kanë ndodhur gjatë kësaj periudhe, pra është shpërfaq komplet kjo narrativ e mbrapsht dhe mashtruese për qytetarët e vendit. I vetmi emër si konsensual që u përmend nga zotri Kurti edhe në fillim të procesit ishte një përfaqësues i familjes Jashari, zotri Murat Jashari. Më pas u përmendën disa emra tjerë dhe më i zeshëm në këtë drejtim ishte emri i presidentes aktuale. A mendoni se ish dashur të propozohet nga shumica parlamentare përsëri Vjosa Osmani për presidente? Unë mendoj se mënyra se si janë zhvilluar këto negociata kanë qenë lojë dhe kalkulim i Kurtit. Ndërkohë që ai takohej me përfaqësues të partive politike parlamentare, në të njëjtën kohë bisedonte me kandidatë të tjerë. Në takime nuk bisedohej, pra sa jemi informuar, që janë më publike dhe informatat nga brenda partisë tonë, që ndërkohë që bisedohej në parim për arritjen e një konsenzusi të tillë, ai bisedonte me njerëz tjerë për çu përpara kandidaturë, dhe kjo tash doli në shesh kjo loja që është bërë me presidenten aktual, besoj që është bërë qartë për secilin qytetar që ka qenë vërtet kalkulim politik, lojë mbrapsht për të lënë vendin pa institucione. Megjithëse mungesa e përmendjes emrave nuk vinte pa edhe përkrahja e partive politike. A mendoni se po të propozojë Osmani do ta kishte përkrahjen e LDK-s? Jo, ne e kemi bërë qartë pozicionin tonë politik si parti parlamentare që jemi të gatshëm edhe kemi shku disa herë në takime për të arritur një pajtueshmëri për një kandidat jo partijak, për një emër që i bën bashkë shumicën e deputetëve të kuvendit të Kosovës, pjesë më të madhe të partive politike në kuvend, pra një kandidat jo politik që merr këtë përgjegjësi, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Nuk është vetëm kjo një dëshirë, se më thënë, politike, po është e rëndësishme për të marrë balancat institucionale në vend. Shihni në 5 vitet të fundit, ndërkohë që presidenti aktuale ka qenë atë zyrë, ajo bëri qartë vetë, me gojën e vetë, të vërtetoj që praktikisht ka qenë pjesë e agendës politike të qeverisë, të një partije politike, gjithaj veprimet i bëri vetë publike, që ajo i ka bërë,
kanë qenë pjesë të agjendës dhe kalkulimeve politike. Prandaj ka qenë shumë rëndësishme që të arrihet një pajtueshmëri për një kandidat konsensual, jo partijak, që arrin të mbajë këtë distancë mes qeverisë edhe obligime kushtetuese që ka presidenti i vendit. Kjo ka qenë qasja jonë, ose tjetra, kemi shpreh gjithashtu gatishmërinë që për marrëveshje politike mes dy partive politike, shumicës parlamentare dhe LDK-s, për një kandidat prap për një profil të lartë akademik, por që propozohet nga ana e Lidhjes Demokratike. A kishte ndonjë propozim LDK nëse do të vinte çështja deri te propozimi i emrave, a kishte dikant ta propozonte LDK? Sigurisht në mendje kemi pas emra, por nuk ka diskutuar brenda strukturave. Nuk ka ardhur puna asnjëherë deri aty. Sepse krejt takimit, siç e thash më herët, kanë qenë pjesë e lojës politike të kurthit, duke i mbajtur partitë parlamentare në pritje, duke biseduar gjithmonë në parime, duke mos shfaq gatishmëri që të arrihet një konsensus i tillë. Dhe kjo nuk është e re për ta. Unë di përvojën që kam pas personalisht në të kur kemi mri marrëveshjen për bashkëqeverisje në fund të vitit 2019 dhe në fillim të vitit 2020. Kemi negociuar për 3 muaj. Derisa është bind që nuk ka rrugë tjetër përveç marrëveshjes që tini atëherë ai shkoi përpara me zgjedhjen e kryetarit të vendit, Konjunca pa zgjedhur atë. Derisa ishte me ju në negociat. Ndërkohë që ne ishim në negociata, më thanë, pa marrëveshje këto punë nuk shkojnë përpara. U detyruam andaj të shkarkohet Konjunca dhe të hyjë në koalicion qeverisë. Dhe mënyra se si ka funksionuar koalicioni i qeverisë për 2-3 muaj të parë është që është e pamundshme të punohet me atë me person dhe tash u dokumentu, prapë unë besoj që tash e kanë gjithë qartë. Dhe në fund të propozoj për president, më thonë njeriun e dytë të lëvizjes vetëvendosje. Ato veprime mandej është di që nuk kanë asnjë kuptim politik, sepse presidenti nuk zgjidhet pa marrëveshje, duhen 80 vota, për nuk mund të imponohet asnjë kandidat, është qasje që ky vazhdimisht e ka tentu, por që nuk ecin përpara. Dhe pas këtyre zhvillimeve, zotëri Hoti, e pam që presidenti mori, pasi dështoi kuvendit që ta zgjedh presidentin, nxjerrin një dekret për shpërndarjen e kuvendit. Si e pat këtë veprim të presidentit? A ishte i drejtë? Jo që s'ishte i drejtë, po unë besoj që është ndër aktet më të shëmtuara që mund të ndërmarrë një president. Pse ashtu? Po tash sikur ajo të besonte në këtë kauzë, dhe mos harrojmë, është viti 2011-2012, atëherë kur LDK-ja bashkë me parti tjera janë dakordu për ato amandamente kushtetuese. Atëherë ka qenë iniciative jona përbashkë me parti të tjera, pra është qëndrimi joni, që është mirë të bëhen ndryshime kushtetuese dhe të kalohet në zgjedhjen e presidentit nga populli, drejt për drejt. Pra është një kauzë që ne kemi mbrojtur dhe e përqafojmë, sigurisht. Po kjo i ka 5 vjet në zyrë që është atë. Edhe se ka njësuar. Nuk e ka njësu kur mendja si ka shku, asnjëherë. Kur i shkoi mendja kësaj? I shkoi natën e fundit, kur e pa që më nuk është kandidate për presidentin. Nuk mund zgjidhet më, rizgjedhet edhe një herë presidente e vendit, edhe në gjysmë natës shkojnë amendamentet kushtetuese dhe sipas njosve të kushtetutës dhe të ligjeve, nuk është në përputhje me rregulloret përkatëse për trajtimin e amendamenteve të tilla, bile janë hedhë edhe akuzat e tjera që ato amendamente janë ndryshuar, pra nuk janë amendamentet origjinale të dakorduara në vitin 2012. Ka ndryshime në ato amendamente, siç është deklaruar nga njos të kushtetutës në publik. Nuk e di saktë tani, ato duhet me pa tekstin a janë sakt amendamente, po edhe sikur të ishin sakta, po bëjmë fjalë pas 14 viteve të kthehen amendamentet edhe një herë në kuvend. Minimali që do duhet të ndodhë është të hapen ato në diskutim, tek deputet shkojnë për opinion edhe një herë në gjykatë kushtetuese, po jo natën e fundit. Pra lënë shije të keqe. Mendoj që është akt i shëmtuar politik që shpresoj që të mos përsëritet, por që nxjerr në pah një të vërtetë.
që kjo nuk beson atë kauzë. Ky veprim është bë me interes personal kur e ka kuptuar që nuk mund të shkoj përpara më si kandidaturë. I përmendet edhe më herët qëndrimet e fundit presidentes ku edhe vetë pranon se ishte në shërbim me disa veprime të caktuara, ishte në shërbim të partisë në pushtet. A janë këto veprime denja për një presidente një republike parlamentare? Tani, ju dini që unë kam qenë në mesin e disa deputetëve që nuk e kam votuar në vitin. Nuk e kam bë quorumin për nevojshëm. LDK nuk e ka votuar, atëherë po ka bë quorumin për 80 vetave në sallë dhe votime në kuti për të bërë mundër zgjedhjen e saj pastaj në rundin e tretë. Unë e njoh politikisht se si vepron. Unë shpresoj që me deklarimet e fundit e kanë pa të gjithë qytetarët modelin e politik që ajo i ka ofru vendit. Deklarimi që, sepse në një farë mënyrë, kjo tha që në intervistën e saj që i ka qëndru besnike në gjithë çka që ka kërku, ja ka dhënë edhe datën e zgjedhjeve. E ky në fund nuk e ka propozu. Pra, është shpërfaqje e një karakteri politik që nuk i duhet vendit. Me këtë intervist, ajo ka vërtetuar që kanë qenë në shkelje kushtetuese gjatë gjithë kohës sa ka qëndruar në atë zyrë, sepse kushtetuta kërkon mbikëqyrje të rend kushtetues. Kjo është edhe si garante e respektimit të kushtetutës të unitetit të popullit. Me këto veprime kjo ka bërë qartë që ka qenë në shërbim të agendes politike të kurtë. E kemi thënë gjatë gjithë kohës, ajo e vërtetoi me gojë të vetë këtë çështje. Pra ka qenë shkelje të vazhdueshme të kushtetutës. Dhe ka pas akte në vazhdimësi që kanë qenë shkelje të kushtetutës. Për zamë shkakimi e kryetarës së KQZ-s, mosemërimi i krye prokurorit të shtetit, ose dekretimi që është vërtet skandaloz, dekretimi mbi 10 ligjeve antikushtetuese, të cilët i ka rëzuar gjykata kushtetuese. Dhe kjo asnjëherë nuk ka pasur qëndrim. Nuk e ka pas asnjë qëndrim. Problemi edhe më i madh është tek marrëveshja e Brukselit dhe aneksi i Ohrit, për cilën kjo nuk e thot asnjë fjalë të vetme. Është qartësisht është marrëveshje që bie në kundërshtim me rendin kushtetues në Kosovë, është në dëm të Kosovës, për është për keqardhje se si ka degradu kjo situatë. Dhe me nxjerrjen e dekretit të saj u shpërfaqen mospajtimes me saj dhe Kurtit, fillonën fushatat kundër fushatat mes tyre me kritika kundër kritika, duke harruar se kishin bashkëpunuar për 5 vitet e fundit. Si u pa kjo nga ana juaj? Tani, sigurisht unë nuk jam njës profesionali i kushtetutës, po vendi shkon në zgjedhje kur vendi dështon kur i marron mandati kuvendit, kur kuvendi dështon të zgjedh qeverin, edhe kur kuvendi dështon të zgjedh president, edhe nëse shpërndahet vetë sigurisht. Në rastin konkret, kuvendi ka dështu të zgjedh presidentin brenda afatit kushtetues, siç e përcakton kushtetuta 30 ditë para mbarimit të mandatit të presidentit aktual, dhe normalisht vendi duhet të shkojë në zgjedhje. Nuk shoh rrugë tjetër, tash çështja është në gjykatë. Kushtetuesi shpresoj që gjykata nuk vonohet për te 31 marsit, kur e ka vendosur masën e përkohshme, në mënyrë që vendi të mos mbetet pa institucione, siç e thash në fillim. Ka një vit e 3-4 muaj që qeveria është duke funksionuar pa mbikëqyrje parlamentare. Janë 2 buxhete vjetore që janë duke u shpenzuar. Një shpenzu plotësisht dhe tani është duke u shpenzu tjetri, pra janë miliarda euro që janë duke u shpenzu pa një proces kushtetues të mbikëqyrjes parlamentare, duke marrë vendime të vazhdueshme ekzekutive nga ana e qeverisë për të shpërndarë mjeta ndej pas një proces të mbikëqyrjes parlamentare.
Zotërioti, derisa i shprehni këto kritika ndaj presidentes aktuale, sigurisht se kritika tilla keni pasur edhe më herët, nuk mungojnë zërat që tash pas skadimit të mandatit të presidentes, ju sa s'moni të kyqet prap në parti politike, ose të themeloj një parti politike, por nuk përjashtohet mundësia që ajo të kthehet sërish në LDK. Cila është qëndrimi juaj rreth kësaj çështje? Është drejtë e saj. Se si vepron ajo pasi të mbaroi mandatin, është drejtë e saj, varë nga ajo se si vepron më tutje. Më një gjë është e vërtetë që damat që janë shkaktu LDK-s nga ajo personalisht i kanë kushtu vendit dhe i kanë kushtu LDK-s. Pas 5 viteve ende i kemi pasojat e veprimeve të saj. Asaj ka dhënë LDK-ja gjithçka që mund të ofrojë një parti politike për një antar, vetëm duke kandidu për kryeministre, duke zgjedhur edhe kryetarët e kuvendit. Veprimet që ka ndërmarrë ajo para 5 vitesh janë jashtë çdo etike të sjelljes politike, që nuk e shoh se si mund të. Normalisht Lidhja Demokratike ose është parti e hapur, secili që ka vullnet edhe që respekton statutin e partisë mund bashkohet me LDK-n në parim, por kanë mbetë plak, si në thënë, nga veprimet e saj politike të pagesa ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kretë çka ka bërë atëherë është e ka marrë një pjesë të LDK-s me vete dhe ka qenë në kampin tjetër politik, duke i shërby 5 vite kundërshtarit, jo vetëm të LDK-s, sepse nuk është vetëm kundërshtar politik dhe vendosja ndaj LDK-s. Është normale në skenën politike të ketë kundërshtime mes partive politike, por veprimet që janë, por mënyra se si është bërë, veprimet që janë ndërmarrë në ndërkohë kanë qenë kundërshtim me interesin bazik të shtetit të Kosovës, damët që janë bojën të pa i parushme. Të përveçsoj Zotërioti, ka pas zëra që kanë folur që edhe mund kthehet edhe si kandidatë për kryeministre e LDK-s ose si borce e listës. A duhet ndodhë kjo? Besoj që kemi një rend shpije në këtë çështje dëshirave të individëve ose presioneve të rrjeteve sociale që mund të vinë të qasë. Ka një rend shpije cili duhet të respektohet. Kemi disa votues besnik që na kanë qëndruar afër në kohë të mira dhe në kohë të këqija për LDK-n, vullnetin e cilëve ne duhet të marrim parasysh, duhet të konsolidohemi dhe të përgatitemi për procesin e ardhshëm zgjedhor. Unë tentoj të besoj tani shumë më fuqishëm që një periudhë të mashtrimit, të propagandës, të bashkëdyzuar nga Kurti dhe nga Osmani, po i vjen fundi. Ne kemi folur gjatë gjithë kohës, po duket nuk ka qenë mjaftueshme për të bën plot qytetarë. Tani është koha kur ata që kanë kurdis gjithë këtë propagandë janë prishë me zvete edhe tash i nxjerrin shesh palarat e tyre edhe marrit dhe damët që kanë bërë shtetit të Kosovës gjatë këtyre viteve, sepse shkoni në diskutum. Cilat janë dëmet kryesore që janë bërë gjatë këtyre viteve vendit Zotëriut? Nga pandemi Kurti Osmani. Është që po bëhet e qartë që presidenti i vendit nuk ka qenë në shërbim të vendit dhe në respektin të kushtetutës dhe të sigurimit të unitetit të popullit gjatë këtyre 5 viteve, por ka qenë në funksion të një partie politike, duke dakorduar edhe datën e zgjedhjeve, duke bërë veprime, ai thotë, ta kanë prit diaspore. Na kanë qenë pjesë e agjendës elektorale. Po ky është dëmi më i madh, është dëmtimi i standardit, i shenjtrisë sa e saj zyrës së presidentit të vendit. Unë shpresoj që kjo periudhë e mashtrimit dhe propagandës të marrë fund. Duhet të kishte ndeshkim të elektoratit për këtë logjikë qeverisë të këtyre viteve? Absolutisht po. Po të kishin në një situatë më normale, vetëm për ato deklarime, sepse deklarimet e saj
e bëjnë qartë që ka qenë shkelje të kushtetutës. Vetëm për ato deklarime e duhet të shkarkohet para se me mbaru mandati për shkelje të kushtetutës. Po, ajo që është edhe më shqetësues se tregon rezonin politik të një personi që ka qenë gjatë gjithë kësaj kohe në krye të shtetit. Dhe, si që thatë ju, pas mbarimit mandatit saj, pritet që në zyret presidentit të futet një zyrtare besninke tjetër e lëvizjes vendendose që është kryetaria aktuale Albulena Haxhiu. Pra, kjo është arsyeja pse ne dhe partitë e tjera opozitare kemi shpreh gatishmëri dhe kemi insistuar dhe kemi qenë gatshëm në arritjen e një konsenzusi për një kandidat jo partijak. Sepse në atë zyre, vërtet duhet një kandidat jo partijak, duke pa historikun gjatë 5 viteve të fundit se si kanë funksionu. Ose një kandidat që propozohen nga partia politike, nga një parti politike, por që është një kandidat nga akademia, nga pjesa akademike e shoqërisë, ose shoqërisë civile, ose pra njerëz me integritet të lartë, kemi pasur përgatitje të cilët nuk kanë, si më thonë, asnjë lloj ambicie, si më thonë, elektorale, politike. Siç kemi pasur rrosën e Jogës dhe kryejnë detyrën e vet në përputhje me kushtetutën, në interesin më të mirë të shtetit të Kosovës dhe veprojnë gjithmonë sipas ndërgjegjjes së tyre dhe informatave që kanë në dispozicion, pa qenë zgjatime të qeverisë dhe të një partije politike, sepse kjo është ajo që ka ndodhur gjatë 5 viteve të fundit. Vazhdimisht e kemi ngritur. Nëse merr veç ligjet antikushtetuese që kanë kalu përmes zyrës së saj dhe janë dekretuar në zyrën e saj, është përkeqësare, sepse pse duhet dekreti i presidentit? Në fund për ligje dhe vendime të tjera. Është një farë filtri përfundimtar përpara se të shkojmë, se ne s'mund ta lodhim gjykatën kushtetuese për gjithçka. Për gjona që janë sikur e zeza në të bardhë, që është qartësisht antikushtetuese. Prandaj ke dekretin e presidentit për dekretu ligjet. Duhet kujdeset që të mos kalojnë ligjet që janë kundër kushtetuese për trujt rendin kushtetues që e ka vendin. Andaj rasti i reformës në drejtësi, ku kjo nuk e thot asnjë fjalë të vetme, ndërmerren në vazhdimsi veprime në kundërshtim me parimet kushtetuese të reformës në drejtësi, ose ke rastin tjetër, gjatë vitet të kaluar, i dinjet gjykimin e gjykatës supreme. Po për sot që antarët e qeverisë, që janë edhe deputet, janë në shkelit ligjit. Asnjë fjalë nuk thuhet nga zyra e... Madje ishte pyetur edhe nga gazetarë dhe kishte refuzuar të përgjigjet. Sakt, pra ka qenë në shërbim të tyre. Gjatë gjithë kësaj kohë ka pas disa ministra dhe kryeministri gjithashtu që kanë kushdo që i kundërshton ato vendime që ka marrë qeveria dhe po bëjmë fjalë për vendime me cilat janë shpërndarë qindra miliona euro dhe vendime të tjera, të gjitha kanë qenë jo ligjore, sipas vendimit të gjykimit të gjykatës supreme, ose ke rastin tjetër më ekstrem, ku kryeministri i vendit ftohet nga prokuroria për të dhënë dëshmi. Dhe refuzon. Nëse ata guxojnë të vinë në zyrën time, le të vinë, unë guxoj të mos shkojnë në zyrën e tjera, e fjalë të tilla. Kjo nuk e thot asnjë fjalë. Kjo është përgjegjëse për trujt rendin kushtetues dhe juridik që ka vendi. Pra është në një situatë e cila shpresoj që në procesin e ardhshëm zgjedhor do të qartësohet dhe do të fillojnë të kthehemi punës si duhet në institucione. Edhe në horizont, se që thatë edhe jo, zotëri Oti, po shihen zgjedhjet e reja, a është LDK-ja gati për këto zgjedhje? Tani në parim një parti politike, duhet të opozitës, duhet të jetë gjithmonë e gatshme për zgjedhje. Po mundohemi të përgatitemi, prej se u kuptu që do të shkojmë në zgjedhje, dhe u kuptu ndoshta shumë përpara se mbaroja fatë kushtetues për zgjedhjen e presidentit dhe gjatë kohës sa zhvilloheshin negociata. Në fakt, unë kam bërë qartë para kolegëve të mi që ngutia e tij për të zgjedhur kryetarin e kuvendit pas marrëveshje, edhe pse kishin vota sigurisht, për të votuar qeverinë pa marrëveshje, edhe pse kishin votat.
edhe për të votu buxhetin e vitit 2026, që ishte përgatitur në tetor të vitit të kaluar, duke mos reflektuar as përbërjen e qeverisë, as objektiva të reja dhe as gjë, pra që është në kundërshtim me përbërjen e qeverisë, të gjitha këto kanë qenë shenja që ky nuk është i interesuar të zgjedh presidentin. Edhe unë kam edhe një bindje tjetër për arsyet sepse po sillet në këtë mënyrë. Ky din çka kanë nënshkruar në Bruksel dhe çka kanë nënshkruar në Ohër në aneksin e eurit. Janë dy marrëveshje qartësisht antikushtetuese dhe në dëm të shtetit të Kosovës. Ky tenton t'ju ikë atyre. Pra po mendoni se ky po tenton t'i bishnoj atyre obligime ndërkombëtare që ka marrë? Unë jam i bindur që kjo është arsyeja e vetme që është duke u sjell në këtë mënyrë sepse nuk ka logjik tjetër politike. Vitin e kaluar e fitoi me 42%, si vjet ka fitu në 10 orë fitoi 51%, dhe nuk është interesuar që të themeloj institucionet dhe të funksionoj normalisht, edhe pse kësaj radhe ka pas gatishmëri nga partit tjera parlamentarë për gjetë një zgjidhje për rastin e presidentit, duke mos imponu asnjëra parti vetëm nëse kandidat vetëm, po duke u dakurduar që tezet përpara me një kandidat të përbashkët, pra është përtej vullnetit të politik, mënyra se si është sjell. Dhe Lidhja Demokratike e Kosovës tash një janar doli nga një kuvend zgjedhor ku kryetari i saj në farë forme i mbijetoi mocionit të mosbesimit. Pam që i pat edhe përplasin këtë kuvend, a mendoni se dëmtojnë LDK-n këto fakt mospajtimin, nëse mund të themi? Nuk po i quaj përplasje, janë debate të brendshme. Kemi dalë në dhjetor me një rezultat të pakënaqshëm, po dhe dopt. Dukshëm e dopt se sa që kemi pas në shkurt, edhe rezultati i shkurtit ka qenë i dopt për ne pas 4 viteve në opozit. Edhe në shkurt unë atëherë kam bërë qartë opinionin tim para kolegëve në parti dhe kam bërë qartë edhe publikisht atëherë. Në dhjetor mandej kishim një rezultat edhe më të dopt se sa të shkurtit, edhe është normale që në rezultate tilla brenda një partie politike siç është Lidhja Demokratike e Kosovës, ku ka debate brendshëm, ku pakënaqësit shfaqen hapur, është normale të zhvillohet një debat e tillë dhe u ftu kuvendi ku shumica e delegatëve ja dhanë besimin kryetarit aktual për të vazhduar më tutje tani është përgjegjësia e tij të riorganizoj partinë për procesin e ardhshëm zgjedhor, që na pret dhe t'i pri procesit të zgjedhjeve që i kemi përpara se kryetari i partisë. Megjithse duke zotë Oti se ju ishit në këto procese bukur korrekt me kritika, me debatet e brendshme në kuvend, u po që kryetari i LDK-s zotë Lumir Abdigjiku nuk ishte aq korrekt me ju dhe zonjën Bajrami duke ju kritikuar publikisht në qëndrimin e tij që mbajti para delegatëve të kuvendit. Ndërsa ju nuk i reaguat fare. A ishte e drejtë kjo kritik? Për hir vërtetës unë kam bërë qartë, opinionit e mia gjithmonë i kanë shprehur hapur brenda organeve të partisë edhe publikisht në njerë. Kështu kam vepruar edhe në vitin 2021. Kur kam kërku brenda organeve të partisë, për shkak të rezultatit të zgjedhor, nuk mund të vazhdohet më tutje, normalisht atëherë kryetari Mustafa ka dhënë dorëheqje. Edhe është zgjedhur leadershipi i ri i partisë, edhe pse ne dinim arsyet e atij rezultati, sepse ishte kandidatja presidenti aktual, atëherë që i bëri veprimet e saj jo etike politikisht, edhe shkaktoi dëmet në LDK. Po tani ajo është historisë. Kam bërë publike edhe pas zgjedhjeve të shkurtit, edhe pas zgjedhjeve të dhjetorit, dhe unë këto i kuptoj si pjesë të debateve dhe të ballafaqimeve që duhet i ketë një parti politike, dhe unë besoj që janë të shëndetshme për një parti politike. Tani se si shprehemi, se si shprehet dikush, këtë rast kryetari LDK, si shprehem unë, ose Zonja Bajrami, ose të tjerë, çështje personale, se cilit, deri në çfarë mase i shpreh opinion, dhe me çfarë gjuhë zgjedh që ti shpreh opinion, çdo gjë është në ndërgjegjjen e secilit, ose përgjegjësinë e secilit për ato që
Që thot unë jam mundu dhe do të vazhdoj të jem absolutisht korrekt që të punoj fillimisht në interesin më të mirë të shtetit Kosovës, me çdo veprim që bëj, me ndërgjegjën time të plot, dhe normalisht duke kontribuar në lidhjen demokratike të Kosovës maksimalisht në këto procese tash zgjedhore që kemi të para. Me pas në një intervistë pas kuvendit zoti Abgjiku, shprehi dyshimi se mund kishte pasur ndikime të delegatëve nga jashtë. A keni vërejtur një gjë të tillë në kuvend? Jo, unë nuk kam informata të tilla dhe s'para tentoj që të hamendsoj gjëra të tilla. Nuk e kisha marrë seriozisht shumë ato lloj deklarimesh dhe informata. Ndoshta ka informata të tjera, të cilat unë nuk i kam, po në fund është kuvendi i RDK-s prej 355 vjetave që është prej vullnetin e tij brenda kuvendit. Unë besoj që është përmbyll një debat i brendshëm. Mendoni se këto janë përmbyll këto mospajtimet që janë shprehur edhe para kuvendit edhe në kuvend dhe tash nuk mund të kenë ndonjë ndikim nëse shkohet drejt zgjedhjeve të reja. Pas zgjedhjeve të 28 vjetorit është hap debati i brendshëm se si mund të vazhdoj LDK-ja në tutje me leadershipin e saj. Unë kam bërë qartë opinionin tim, është mbledh kuvendi i LDK-s, ka vendos në mënyrë se si ka vendos dhe disa çështje tani janë përmbyll dhe tashmë nuk diskutohen sepse tani jemi para një procesi zgjedhor të ri, tash është koha kur ne duhet të riorganizohemi nga në ndega më fundit deri tek kryetari i LDK-s për të dalë ballë një procesi zgjedhor edhe një propagande politike që vazhdon të jetë bukuregër. A mendoni se është e aft opozita në përgjithësi duke përfshirë edhe LDK-n që të bëjë ballë në këto zgjedhje lëvizjes vetëvendosje dhe zotit Kurti? Tash më leni me thënë shumë qartë, është evidente që sigurisht gjatë 4-5 viteve të fundit do kishim pas mundësi të bëjmë në shumë të tepër. Të shfrytëzojmë shumë të tepër instrumente kushtetuese, parlamentare për të shpreh opinionet tona. Por kemi bërë kaq sa kemi pas mundësi të bëjmë. Jemi mundu që të dalim ballë një propagande politike të orkestruar, jo në interesin e shtetit të Kosovës, por në interesat të ngushta elektorale të një klase politike, e cila tash është duke e shpërfaq veten. Ato që ne kemi thënë në 4-5 vitet e fundit, tash po thuhen vetë nga ata dy u prishën mes vete, dy persona që kanë arrit ta dëmtojnë skenën politike, ta mbajnë vendin peng që sa kohët mos i shërbejnë asnjë gjë shtetit të Kosovës, absolutisht, sepse në këto 5 vite nuk e ke një kontribut të vetëm që ka bë progres shteti i Kosovës me tutje. Unë besoj që tash do jetë shumë e lehtë për partitë politike opozitare të mundin këtë opsion politik që kanë bajt vendin peng, sepse kretë piramida e propagandës politike besoj që është duke u shembur në vetë-vetiu, sepse janë prishtë në interesat e tyre, që janë veç interesat personale, edhe po bëhen qarta mënyrë se si kanë qeveris gjatë gjithë kësaj kohe. Me në veç një shembul, edhe besoj që e ilustron perfekt mënyrë se si janë marrë vendimet e rëndësishme shtetënore, deklarimi i ministrit Rashid. Po në lidhje me vendimin për dorën e regjistrimin e pronave të manastirit. Thirret njëri dhe i thua që po bëj për hatër tonë. Si merret një vendim kaq i madh? Cilin asnjë parti qeveri më herët nuk ka arritur me çu përpara. Për arsye nga më të ndryshme, pa hyrë në historikun e saj. Pra tregon qasjen, mentalitetin politik të vendimarrjes brenda. Me pasur deklaruar zoti Rashid se i kishin gatruar dy gjëra. Kjo tash është edhe më e ligë si veprim politik. Kjo tregon dhe në çfarë mase janë të kafur në mes vete aktorët politikë që janë në për institucione. Që ai pranon mu shprallu vetë për me deklaru veten, mos përdorim e term,
për meru qefi. Po ato nuk e hanë askush, nuk fërnot sepse në intervista ti ishte me... Shumë e qartë, ishte me vetije të plot, vetë nëse atruën e të zjela i nëj informat, nëse nuk po zgjatën më tutjen këtë tempo, është shqetësuese se si janë marrë vendime të rëndësishme gjatë gjithë saj. Për ju dhe mandej, një du t'i kthejmi si janë marrë vendime të për me nënshkru aneksin e Ohrit, e marrëveshjen e Brukselit. E plot vendime të tjera, si janë marrë vendime që me që përpara një mjesat ndër një burimor, si janë marrë vendimet për ato rezervat shtetënore ku këta e kurdisin çështjet në WhatsApp, si janë marrë vendimet për energji elektrike që rasti është duke u gjykuar. Plot vendime gjitha. Se është marrë vendimet, asam që presidentja mos me dekretu krye prokurorin e vendit me lënë vendin pa krye prokuror. Këtu gjykata kushtetuese, qeveria, presidenca, kuvendi, këshilli gjyqësor, këshilli prokurorit, kryen shtyllat e shtetit që i mbajnë balancën ndër institucionale. Ka 2 vjet e sa, 3 vjet që nuk është emëru krye prokurori i shtetit. Pse? Sepse këta nuk e duan, po tash kur dalin pa çastet e tilla ti kupton se si janë marrë vendim, se si është vendosur që të mos dekretohet. Pra, zoti, ju jeni optimist se pas zgjedhjeve të reja mund të kemi një qeveri të opozitës, se mund ta themi ashtu? Unë jam shumë e tepër optimist se sa në shkurt edhe në dhjetor të vitit të kaluar. Çka ju bën më optimist? Në insistimin që ne kemi pas në vazhdimsi gjatë këtyre 5 vjetë për këtë model të mrapsht të qeverisjes, por që vërtet propaganda ka qenë shumë e fuqishme, ndoshta na ka mbizotruar me një narrativ politike mashtruese, por që tash shpërfaqet e javëve të fundit e kanë bërë qartë që ne si do kemi pas në vazhdimsi të drejtë gjatë kësaj periudhe, dhe unë pres që të ketë një reflektim gjërësisht qytetar ndaj këtij modeli të qeverisë që kanë pasur gjatë 5 viteve të fundit, dhe kjo normalisht duhet të reflektojë në rezultatin zgjedhor. Normalisht do të varet shumë edhe se si do paraqitemi para elektoratit në zgjedhjet që kemi përpara, por koha na ka dhënë drejt edhe veprimet e vetë këtyre po bëjnë qartë që kemi pas drejt gjatë gjithë kohës, dhe unë shpresoj që ketë reflektim bukur të madh të elektoratit për të kthyer normalitetin në vend, sepse ky vend ka nevojë për normalitet. Kjo është një shprehje që unë e kam përdor vazhdimisht në çfarëdo cilësie të institucionale që kanë qenë, se vendit i duhet normalitet. Ato çfarë ka ndodhur në 5 vitet e fundit edhe në 2 vitet e fundit veçanti nga dhjetori 2024 është krijimi i një gjendje jo normale brenda institucioneve të Kosovës, duke kaluar nga një krizë në krizën tjetër, si e vetmja mënyrë të këtyre mashtruesve për të marrë monopolin politik dhe institucional në vend. Në atë moment që kthehemi në normalitet, këta dështojnë, siç kanë dështuar në çdo sferë të jetës. Merren në cilin do sektor të jetës në Kosovë, dhe kemi pa pasojat e 5 viteve të fundit të qeverisjes. Në shëndetësinë, sot kemi problemet elementare me furnizim e barët elementare. Nuk kemi sigurime shëndetësore ende. Në arsim, reforma në arsim ka mbet aty ku ka qenë. Rezultatet e cilësisë në arsim janë vazhdimisht e më të dobta se sa që kanë qenë në të kaluar. Reforma në drejtësi ka mbet aty ku ka qenë. Zhvillimi ekonomik është 3-4% që është larg synimeve tona. Struktura ekonomike në Kosovë është përkeqësuar në 4-5 vitet e fundit, sepse na u kanë dyfishu importet. 900 milion euro importojnë nga Kina. 900 milion euro. Kosova e vogël importon nga Kina. Dyfish më shumë se sa që kemi importuar para 4-5 vitesh. Kolaps i plot në sektorin energjetik, duke anulu projekte shumë të mëdha të termocentrale me gaz, e të kontrol globalit duke mos investu në
në këtë sektor, fare duke e lënë Kosovën plotësisht të varur nga importi i energjisë elektrike dhe nga spekulimet e tregut e energjisë, në masën që vitin e kaluar shkon në 1 miliard euro importi i energjisë elektrike. Se cilin prej sektorëve e keni kështu? Ballafaqime të brendshme politike pa asnjë etikë politike, duke e dëmtu 10 ligje jo kushtetuese në kuvend. Por kjo është, si më thënë, atmosfera jo normale që e kanë mirëmbajt Kurti edhe Osmani gjatë gjithë kohës. Ky si arkitekt i kësaj dhe ajo si shërbyse besnike e një mashtrimi kaq të madh politik gjatë këtyre viteve. Tani kjo po shpërfaqet publikisht dhe kjo më bën me shpresu që ne mund të presim rezultat tjetër zgjedhor në zgjedhjet që kemi përpara. Jo rol është folur edhe për mundësinë e një bashkëpunimit të opozitës në një listë përbashkët. A jeni idhëtari i kësaj ajo zoti Hodi? Jo. Sepse besoj që rezultatet më të mira elektorale arrihen duke garu secila në kampin e vet politik, sepse profili i votuesve në mes partive politike që tash janë në opozitë është bukur i ndryshëm për njëra tjetrës. Ajo që neve na ka ndodhur si Lidhja Demokratike e Kosovës në vitin 2021 është në një pjesë e madhe elektoratit për shkak të mashtrimeve të Osmanit, ka lëviz, ka krahu tjetër i majt, ka lëvizja vetëvendosje me shembjen e atij mashtrimi, unë pres që të ketë një reflektim gjërësisht qytetar dhe në veçanti i votuesve që kanë qenë të LDK-s për një kohë gjatë, që të kthejnë në shtëpinë e tyre politike dhe kjo e ndryshon. Unë nuk besoj që listat e përbashkëta të partive politike që tash janë në opozit prodhojnë rezultat më të mirë. Ne duhet, jemi bindur që ne duhet garojmë me llogën tonë të LDK-s. Ne duhet jemi shumë insistues në filozofinë politike të LDK-s, që mos ta bëj abstrakt këtë, po në një qasje politike që e forcon demokracinë, i forcon integrimet euroatlantike, i jep fokus shumë të madh zhvillimit të ekonomisë private, pra politikave ekonomike, po zhvillim të sektorit privat. I kthehemi zgjidhjeve tona që kemi shumë mira për shëndetësi dhe për arsim, i kthehemi qasjes tonë në respektim të pavarësisë të drejtësisë. Edhe me këtë qasje unë besoj që mund të marrë edhe me shpërfaqjen e këtyre mashtrimeve që kanë ndodhur gjatë kësaj kohe, unë besoj që ne mund të arrijmë me siguri bukur të madhe të kthehemi në bazën elektorale që kemi pas tradicionalisht si Lidhja Demokratike e Kosovës. Zotë Hoti, falenderit shumë për këtë intervistë. Kënaqësi, falenderit juve. Faleminderit.